mbrëma. Sonte është një mbrëmje e veçantë, sepse këto fundjavë Piranjat mbushin 4 vjeç. 4 vite nuk janë pak, aq më tepër kur janë 4 vite lufte vazhdueshme për të mbrojtur interesin publik. Në 4 vjet kemi kafshuar të gjithë ata që nuk guxon t'i kafshojë njeri. Kemi investiguar korrupsion, abuzime, shkelje, mashtrime, shpërdorime. Kemi hedhur dritë mbi plagët më të rënda të shoqërisë shqiptare dhe kemi kapërcyer edhe kufijtë të Shqipërisë me investigimet tona. Në 4 vjet kemi qenë gjithmonë pranë jush. Dhe kemi dëgjuar çdo ankesë tuajën. Në 4 vjet kemi jetuar 25 tender korruptiv, 10 abuzime të tjera me fonde publike, si dhe 23 krime mjedisore. Kemi denoncuar 18 kryetarë bashkie për shkelje nga më të ndryshmet. Dhe jemi ballafaquar me 19 drejtor, drejtoresha dhe krerë të tjerë institucionesh. Në 4 vite kemi ekspozuar 15 pedofil, 16 manjak seksual, 27 përndjekës. Kemi demaskuar 49 mashtrues, 8 magjistar e egzorcist të rem. Shumë prej tyre kanë përfunduar në pranga. Në 4 vite, 45 raste të trajtuara në emision kanë gjetur zgjidhje. Mos harrojmë edhe 4 bashkëpunime me lejene. Faleminderit të gjithëve për këto 4 vjet. Faleminderit, sidomos publikut që na ndjek, duke na dhënë forcë për të vazhduar. Dhe tani, le të fillojë spektakli. Zonja dhe zotërinj, Dojna Mema dhe Florian Binaj. Që nga jugu në veri Betëron një erësirë Në përshusha, në përkora Në përkora Jeni kapinuar më në fund! Më në fund, fondente nero, të dy, çokollatë 100%. Duhet të ishte 4 dhjetori Piranjave që në të dy të kombinoheshin. Po pra, edhe as folën bashkë që s'jam dakord për fustan. A e ke parë të detajen? Deri në detajet kombinuar. Buste kuqe? Spila kuqe. Të dhe faqit e kuqe. Se da ka zonë pjo. Edhe. Flor, po... Qef i madh sot, fest. Shumë qef është, po ti e di që sjell ters të festosh ditëlindjen 2 ditë para? E di, Dojna, po ti e di që unë nuk i besoj këtyre gjërave sepse këto janë thjesht bestytni. Ke të drejtë. Ndoshta u shpreha gabim sepse nuk e kisha tersin për ne. E kisha tersin për të gjithë ata që kanë mashtruar, për drejtorët e korruptuar, për shantazhistët, për patronazhistët, për gjithë ata që manipulojnë dhe që janë në thelb mashtruesa. Ata kanë ters. Po që kështu e? Le të shpërthej tersi. Hajde Flori mbushe. Le të shpërthej tersi. Se kujtonin gjithë kur filluam në para 4 vitesh që Piranja do ishte diçka kalimtare, kupton? Po ja ku jemi sot, mbas 4 vitesh. Këtu. Edhe më të rritur dhe më të pjekur. Dhe përsa kohë vazhdojmë të kemi Flor një sistem të korruptuar, ne këtu do të jemi. Do të punojmë dhe ju nuk do të mbeteni kur pa investigimet tona. 4 vjet. 4 vjet janë sa një mandat. Dojna por me një ndryshim. E para, ne nuk kërkojmë vota, dhe e dyta nuk vjedhim lekët tuaja, por ama me punën tonë që bëjmë gjithë si ekip, ne nxjerrim se kush ju vjedh lekët tuaj. E vërtet është, tani do të ndalemi pikërisht të kjo që the. Të vjedhja. Po, të vjedhja, po. Do i rikthehemi një episodi të rëndësishëm të ëndrrës arabe në Durrës, që po rrezikon të ketë maksin shqiptar. Si ka mundësi mojtojna, atë Durrësin erdhën e pushtun romakët, ostrogotët, nuk e di, austro-hungarezët, osmanët, komunistat, ballistat, gjithë me radhë, dhe prapja doli. Prapja doli. Vjen një arab, gjen një qeveri që dita shkeli syri mirë, edhe i vun drynin. Po se ç'është din arabët? Din. Gjithsesi deri tani janë qindra miliona euro të paguara nga xhepat tanë dhe 0 përfitime mbrapsht. M'fal tash, se këtu e të prova. Ja, këtu e të prova. Si e të prova? Tash, pak se po ta bëjmë Durrësin si Dubai, dashki dhe përfitime ti. Po, ky është problemi pra, se më shumë se si Dubai, Durrësi po bëhet si Piza, sepse kemi 2 kulla të cilat ishin parashikuar në projekt, të cilat janë zhytur në nde. Po shumë mirë. Si shumë mirë, më. Po shumë mirë. Po çfarë thua më Flori? A e kupton që inovacioni nga shesim në ajër, shesim në lut tani. Ku ma gjen këtë mojdëni? Për shembull kam një ide. E bleti apartamentin kat në 6? Po. Pamje nga deti. Po. I madh, i lezetshëm.
shkon apartamentin Bodrum. Po ka lezet moj, nga një si banimi, kthehet në një si biznesi. Se qa mund bësh Bodrum? Airbnb, bilardo, depozit, që të shti? Ishte fajtë të mëjtë. Vërtet është, paguam për adrenalinën. Ajo pra është, Ka të ti paguar. se di kur qa butoni dë shtypësh në shensor. Piranja jonë Matilda Prendi na njeh me të rijat më të fundit nga porti i Durrësit. Se ke keshti? Marrim dhe në një shtëpi. ta rraca. A kemi. Dy pallatet e para që ka bojë maze kanë qeduar, kanë bo ullje. Aktualisht që flasim janë 74 cm ullje. Kjo që sapo dëgjuat është dëshmia shokuese e një nën kontraktori të angazhuar në mega projektin Durrës Marina. I njohur ndryshe si kompleksi Alabarit, biznesmenit nga Emiratet e Bashkuara Arabe që ka premtuar një investim prej 3.2 miliard euro në zonën ku aktualisht ndodhet porti më i madh në vend. Dëshmitari flet për dy pallate që nuk kanë thjesht një problem të vogël teknik, por kanë pësuar zhytje të konsiderueshme të strukturës, gjë që ngre pikpyetje serioze për sigurinë dhe cilësinë e ndërtimit në ato kompleks gjigant. Në këto pamje që ju shihni, pallatet duken më bukur se kurrë, me arkitekturë luksoze dhe ambiente moderne që premtojnë një standard të lartë jetese, ashtu siç është promovuar që në fillim të projektit. Por pavarësisht kësaj fasade, sot jemi përpara këtij skandali. Denoncimi ynë për projektin në fjalë i përket muajit shkurt të këtij viti, kur ju treguam se si Durrës Marina, i prezantuar si zhvillim strategjik, rezultoi se në fakt mbështetej kryesisht te paratë e qytetarëve që blejnë apartamente në ajër dhe jo te kapitali real i investitorit. Skandali thellohet kur sheh se shteti shqiptar rezulton të ketë kontribuar me qindra miliona euro në këtë projekt, përmes tokës publike, taksave të falura dhe kostove të zhvendosjes së portit, ndërkohë që përfitimi në fund del më i ulët se investimi. Sidoqoftë, edhe pse projekti u miratua me një plan financiar tërësisht në favor të palës private dhe me kapital të papërfillshëm nga ana e saj, ecuria e punës në kantier lë për të dëshiruar. Sipas asaj që vetë kompania reklamon në rrjetet sociale, 3 vjet pas nisjes së punimeve, gjendja është e tillë, kanë përfunduar vetëm 3 godina dhe 2 të tjera janë ende në ndërtim, edhe pse sot që jemi afër mesit të fazës së parë të projektit, do të duhet që të kishin përfunduar rreth 1680 apartamente. Sepse kështu ishte premtuar. Por kjo nuk ka ndodhur, madje është shumë larg të ndodh. Kjo ecurie ngadalë të projektit shihet edhe te vlera e ulët e parave që janë shpenzuar për të investuar, të paktën për vitin 2023 dhe 2024. Ajo çfarë është shpenzuar për punimet e kryera është 41 milion euro. Edhe kjo shumë larg miliardave që u premtuan në fillim të projektit. Sipas masterplanit që kompania private ka premtuar në marrëveshjen me qeverinë shqiptare, për 7 vitet e fazës së parë do të investoheshin 595 milion euro dhe nga shitje do të mblidheshin 990 milion, por në të vërtet, kompania ka arritur që të investojë deri më sot vetëm 10 milion euro kapital nga paratë e veta dhe pjesën tjetër nga shitjet e apartamenteve në ajër. Por gjithashtu, edhe paratë që projektohet të mblidheshin nga parashitjet, duket se nuk kanë patur ecuri të mirë. Për vitin 2023 dhe 2024 janë mbledhur vetëm 36 milion euro. Pra, me pak fjalë, nëse projekti vijon me këtë ecuri, Marina Turistike e Durrësit e premtuar si një nga projektet më të mëdha të realizuara ndonjëherë në Shqipëri, vetëm për fazën e parë do të përfundojë pas 30 vitesh, ndërsa për të mbyllur projektin e plot do të duhen 80 vite. Kjo është ajo çfarë kishim denoncuar javë më parë, pa e ditur as pak që e keqja e madhe ndodhej në themelet e ndërtesave që sapo ishin ngritur, e që së fundmi kanë filluar të zbresin, jo në çmime, jo, por në tokë. Unë jam një nga non-kontraktorë që kam një pjesë punimeve të betonit aty mrena. Dy pallatet e para që ka bojë maze kanë qeduar, kanë bo ullje. Aktualisht që flasim janë 74 cm ullje. Janë zhyt poshtë. Për cilën nga pallatet e ke fjalën? Flas për dy të para, domethënë. Po kjo e para akoma më shumë. Çdo ndërtim që ndërtohet rishtas bën atë uljen e vet, po në këto përmasa këto janë alarmante, nuk ndodh që të ketë zhytje të tilla. Para një muaji aty është bo problemi madh. Atë bën edhe dyre dritare, edhe në momentin që çadum plasën ato. Kohën që ne bëm budrumet, na thritën, na thanë haj se ka plas plateja themeli. Ti bëm edhe shtres tjetër sa mos dukej, por e ka bo ulje gjithë objekti. Po cila është arsyeja e kësaj fundosjeje të strukturës? Ajo fillim ka qenë gjysë kalate, pjesë porti edhe nuk ka pas pilota, po nuk lejohet bëhet ndërtimi pa pilot aty. Këto për të kursy lekët mendojnë që me që ka qenë fillim port, mojnë porti, do ta mojnë bazamendi edhe nisën në procedura normale. Tani ajo pas 2 vitesh që do e ka bo ulje, për zhyt poshtë komplet se nuk e mame, është knetë rër. Bëhet fjalë për një terren ranor fare pranë detit, që ka një specifik tërësisht të ndryshme nga zonat të tjera më në distancë, por me sa duket, kjo nuk i ka shqetësuar investitorët, të cilët, sipas dëshmitarit ton,
kanë dashur të kursejnë. Momentalisht çfarë më bëjnë këta për ta rregulluar gjën? Tani janë duke bërë përforcime anësore, janë duke ngul pilota kjo firma turke, sepse pas këtij problemi, pastaj firma u rimblot edhe janë duke bërë gjithë zonën me blinda me pilota, se e kupton që ai terren nuk mban, apo janë duke punu ditë natë. Po të vish tash shofësh, janë këto vinshat e gjatë blu, ato me goditje, me pjasje, që ngulin blindat për ditë. Gjithë zona aty tani është duke u bë me blinda. Pastaj mbi këto blinda do ndërtohen, ndërsa të dy parë nuk e mendon kështu. E morën më lehtësh, edhe dy parë lën fundos. Ato dy parë po i grynin çikansore, tash sa aq i lejon objekte, edhe po i fusin blindat që ta përforcojnë. Si ka thonë ta qej për radhë qartë domethënë. Po prap nuk është zgjidhje kjo, sepse duhet me von blind gjithë sipërfaqen e trullit. Po tani nuk kanë më shanse edhe vën blinda anësore që ta përforcojnë. Edhe mos çdoj më shumë. Po diku ke 60 milionë euro gjithë blinda që do hyjnë 30 metra në tokë, që të ketë pasaj garanci objekti. Në fakt, këtu nuk flitet as pak për garanci, sepse në raste të tilla, blindat vendosen që pa nisur të bëhet ndërtimi. Dhe këtë, më mirë se kushdo, e dinin inxhinierët që kanë rezistuar përballë kësaj çmendurie. Kryesisht në këto zona që janë zona me prani ujërash nëntoksor të madhe, janë zona ranore, e kanë të detyrueshme sistemin pilot. Kjo është modeli se si inkastrohet pilota në shtresat e tokës. Shtresa e rërës, shtresa e parë që ne shikojmë mbi rër, pjesa e rërës, pastaj vijnë shtresat argjilore që janë më poshtë, duke qenë që janë nga prania e ujërave nëntoksor, janë shtresa më të dobta. Dhe qëllimi i pilotës është që të inkastrohet me sheshin e fortë derisa të kapi atë sheshin e qëndrueshëm ku objekti mos të bëjë ato çedime dhe ato uljen. Pra këto pilota ngulen në shtresën e fortë dhe pastaj mbi pilotat ndërtohet ai themeli tip pllake apo si të ketë vendosur konstruktori. Dhe kjo e bën më të sigurt një ndërtesë nga ana konstruktive. Firma e Mazaj, inxhinieri Zbatus ka thënë që nuk firmos, se e di mirë ai që është punë ngecme. Çfarë nuk firmos? Nuk firmos atë kolaudimin që duhet bëjnë ta me lloj përforcimesh blindash. Inxhinieri firmës sot nuk e morë përsipër që do ta marrë kështu, sepse thotë duhen shem fare ato. Momenti që ka bo 40 cm ulje dhe tani ka shku 70 cm, kush i garanton ato? Po këta tash që ta shejme në shkollë madhe, a kupton çfarë halli është? Janë duke tentuar që të vëjmë blinda anësore, të kryejnë gjithë perimetrin dhe qartë dhe vëjmë blinda. Aty nuk kanë më hyshje, është bo problemi më. Çfarë po diskutohet? Do të thonë çfarë zgjidhje do i japin? Po mendojnë ndonjë gjë? As ato vetë s'po tin çfarë bëjnë më tash, kurse të tjerë po procedojnë siç duhet. Kanë bën blinda, kanë fortifikuar gjithë zonën. Këtu nuk kishim dyshim. Pas dëmit të shaktuar, ishte normale që të mos përsëritej gabimi. Por pyetja jon është e thjeshtë. Kush e ka fajin për këtë pjesë? Investitori apo firma ndërtuese? Nëse objekti nuk është dorëzuar akoma, nëse nuk ka marrë atë certifikatën e përdorimit, nëse s'ka marrë aktin e kolaudimit, e ka subjekti ndërtues. Një përgjegjësi ka dhe supervizori i punimeve që duhet t'i monitorojë këto punime në mënyrë permanente, që nga fillimi i objektit e deri në fund të objektit. Është inxhinieri i ndërtimit, është inxhinieri gjeodet që bën atë matjen e kuotave. Nëse ka konstatuar që ka pas diferenca në kuotë, duhet lajmëronte supervizorin që ka ndodhur një diferencë kuote, ka bërë çedimin e duhur dhe supervizori mund t'i ndërpresi punimet për ta konstatuar këtë dhe i kërkon projektuesit të ndërhyhet në projekt për të krijuar mbrojtjen e nevojshme. Por ndërhyrja duhet bëhet në kohën e dur që të shmangen ekstremitetet që mund të ndodhin në të ardhmen. Deri tani që flasim, inxhinieri thotë 74 cm ulje dhe nuk firmos letra. Sidoqoftë, për të siguruar nëse gjithçka në dëshminë e detajuar të këtij nënkontraktori është e saktë, më 23 mars ju drejtuam autoritetit shtetëror për informacionin gjeohapësinor për të siguruar akses për lidhjen me sistemin koordinativ shtetëror KRGSH me qëllim realizimin e matjeve sa më të sakta. Është data 30 mars dhe ne kemi zbritur në terren për të bërë matjet duke përdorur teknologji droni. Ndërsa droni do të ngrihet në ajër, do të kryhen matje topogeodezike për të kontrolluar vertikalitetin e pallatit. Këto matje do të tregojnë nëse struktura ka posuar zhytje apo zhvendosje. Matjet tashmë janë kryer dhe mbetet të pritet rezultatet. Shpresa është që këto pallate të mos kenë zbritur më shumë nga sa do të zbresë çmimi i metrit kur blerësit të mësojnë skandalin. Nga verifikimi i matjeve në terren, shikojmë që kemi një disnivel rreth 30 cm ndërmjet soletave të pallateve të përfunduara, ndërsa nga kontrolli i pallateve të përfunduara, me pallatin që është në ndërtim, kemi një disnivel që varion nga 70 cm deri në 1 metër. Matje që përputhet tërësisht me denoncimin e bërë. Aktualisht flasim janë 74 cm ulje. E para, zhytja është thuaj se 1 metër dhe jo disa centimetër. E dyta, jemi në një zonë konetore me bazament ranor. Dhe e treta e më kryesorja, jemi në një territor sismik që nuk mund të lejoj aventura të tilla dhe eksperienca e tmerrshme 7 vite më parë e tregon më së miri këtë. A rrezikojmë të jemi përpara një skandali ku nuk flitet më për para të hedhura kot, por për sigurinë e jetës së banorëve të arshëm të këtyre ndërtesave.
Ne duam Elizabetën, nëse është. Ishte sa të kush? Merë telefon një herë në praninë tonë, thuaj që kanë ardhur për zhytjet që kanë postuar pallatet. E ka informacionin nga brenda kompanisë. Kështu që të lutem thuaj mbaj një qendrim në lidhje me këtë. Sqarimin që kërkuam, administratorja e Durrës Marina preferoi ta jepte vetëm nëpërmjet këtij mesazhi. Jam për momentin në një pedim në Tiranë. Gjithsesi, nuk pranoj të jap deklarata në kamera vetëm me shkresa zyrtare. Nuk mohoj në asnjë mënyrë që nuk ka pasur zhytje. Shkurt, thjesht tha që jam në Tiranë. Siç e patë edhe vet, administratorja refuzon në mënyrë kategorike për të dhënë një sqarim në lidhje me këtë skandal që prek drejt për drejt investimin e vlerësve. Por inxhinierët zbatues të projektit mes rreshtash lënë të kuptohet që gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç duhej dhe në heshtje e pranojnë problemin që ne kemi denoncuar. Të lutem, duam një informacion rreth sa centimetra ka ndodhur kjo zhytja e pallateve. Nuk e kam këtë detaj 100% të ta them e kam kaq. Se nuk e di se kam topografin në marrë topografin këtë me drejtori nuk është se më marrë unë. Janë zhytur të dy apo njëri nga ata? Nuk e di, mos gënjej. Ja ta flas me drejtorin, dhe ka Durrës Marina atë informacion. Se sa centimetra janë zhyt? Po. Por rreth sa pak a shumë për ta ditur? Nuk e di, nuk e kam atë info. Më fal, pa jeni inxhinieri aty se kuptoj. Tani unë nuk e njoh. Shihet qartë që inxhinieri pranon t'u jap informacion vetëm personave që beson. Dhe këtu nuk hyn gazetarët. Nëse shteti ka dhënë tokë, ka falur taksa dhe ka marrë përsipër kosto të mëdha, nëse qytetarët kanë paguar për apartamente që ende nuk ekzistojnë realisht dhe në fund ndërtesat rezultojnë me këto probleme strukturore, kush mban përgjegjësi? Apo mos duhet që kryeministri të bëjë një tjetër deklaratë publike si në rastin e pallatit të djegur 10 ditë më parë, ku e urdhëroi ndërtuesin që të riparonte vetë dëmet e shkaktuara, duke harruar me ose pa dashje që kolaudimin e pallateve e bëjnë institucionet e shtetit. Edhe di Roma në qunë se plas që a i të marrë vesh, oj budalic, oj këm qire mirë në shqiptari, mërë s'pak e që të kish. Kjo histori është si një histori filmi dhe një skenarist më të madh nuk mundet ta bente dot, ndoshta përfitovi nga dobësia ime. Më pa dhe njëri pa njëri si naive dhe më bërthevi fort. Kam shkuar për të vrarë veten dhe nuk doja të jetoj asnjë sekondë më. Jemi në Korçë dhe kemi ardhur për të kapur fillimin e një historie thuajse të pabesueshme, jo vetëm për atë çfarë ka ndodhur, por edhe për personazhin, i cili së bashku me të intervistuarën tonë, një nënë e divorcuar 30 vjeçare, janë bërë protagonist. Fisnik Sylla njihet më shumë si biznesmen dhe personazh mediatik me famë të rritur për shkak të jetës së tij private dhe lidhjes me figura publike. Gjithashtu, dhe mjaft aktiv në rrjetet sociale, ku shpesh publikon momente nga jeta e tij luksoze, përfshirë makina të shtrenjta, udhëtime, por pa informacione të detajuara publikisht rreth bizneseve të tij. Mjaftojnë këto fjali për të kuptuar se kemi të bëjmë me një person të famshëm. Që u bë tepër i diskutuar pas lidhjes me këngëtarën kosovare Fjolla Morina, e cila pranoi të sakrifikohej për të duke provuar edhe për shkak të një arme që ju gjet në çantë. Sidoqoftë, pavarësisht drithjeve që e kanë ndjekur në jetën dhe raportet e tij, sidomos me vajzat, ky 35 vjeçar vijon të jetë aktiv në rrjetet sociale. E pse jo edhe i kërkuar? Si çdo njeri, duke ndentur në rrjetet sociale në TikTok, bëj like, më shkruan, tham çoj një foto, të besoj që jeti kjo të vërtetë. Adresa me cilën ti e ndiqe këtë person, ishte adresa jotja personale? Kishe fotot, videot tua të postuar aty? E zgjash foto. Pas disa komunikimeve të shkurtra në TikTok, biseda shpërngulet në një tjetër platformë. Më tha që hap Snapchat, flasim në Snapchat, vazhdon komunikimin dhe atje. Bised pas bisede, 30 vjeçarja i tregon për hallet e jetës dhe vështirësitë për të rritur e vet me fëmijët. Dhe këtu, si një bamirës i deklaruar, fisniku ndërhyn me njëherë. Unë do të ndihmoj ty, duke që je një njeri i mirë. Unë kam një sistem që funksionon kështu. Duke më dërguar 100 euro, dërgoj 1000 euro. Ndërsa ti dërgon 300 euro, dërgoj 3000 euro. I thash nuk kam pamundur, por me që është kështu mund të t'i gjej. Ja kam nisur. Me emrin e tij, Fisnik Sylla, në adresën e tij që më dërgoi. Në presionin e jetës dhe vështirësive ekonomike, gruaja bën gabimin e parë. Herën e parë që kam çuar, kam qenë në Snapchat biseda 384 euro. Më prit për kaq ditë të vinë. E siç mund të merret me mend, asnjë lek nuk ju kthye mbrapsht. Dhe për këtë Sylla kishte arsye të forta. Unë bllokoj $1 milion, unë s'bëj hajgare. Ato shifra që te kam premtuar unë do t'i sjell po merak. Por përpara se ti marr 30 vjeçarja duhet që ende të paguaj të tjera shuma. Se kështu
Kështu funksionon sistemi fizik Sylos, i cili pas fjalëve të bukura dhe premtimeve për ndim, nis të tregohet gjithnjë me agresiv me gruan e re. Por 2 orë 3 maksimum i 3.000 euro sot, edhe ecën tutje, nesër mas nesër, kaq. Po harrëm me këtë të fol. Ndërkohë që vetëm premtonte të mërkurën, të martën, të shtunën, nuk punojnë të shtunën këtu sistemit e nëse s'ben. Po sot dhe shtunë, të dejnë 12, punon as i gjë, qenë ka fest, qenë kanë pashkët, punon as një sistem as i gjë. Erdhi mëngjesi prapë i detyruar të çosh 700 euro të tjera që të bëhet shuma që unë të dërgoj lekët e tua mbrapsht, dhe ato që kam premtuar. Një skemë ngjashme me ato të call centerave, ku viktimës i kërkohet të depozitoj sa më shumë sepse ashtu është një muhabet. Thjesht zhvatje. Çu lypi lek më nis foto në çeki lek kaç. Kryt fëmijëve ndryshe det problem shumë, mos mundesh me bllokuti 1 milion euro në sistem. Pra 30 vjeçarja i pas ka bllokuar 1 milion euro Mr. Sylos, i cili kërkon zhbllokim të menjëhershëm. Qift këtë bota nonën, pik çudice. Me të mirë po të them, mos më shtim më bëj keq. Mos më shtim me shku fytyra, kaç ditë them, se ti e din që degeneroj më. E terrorizuar nga ky individ i pa shpirt, gruaja detyrohet të bëjë një tjetër dërgesë prej 700 eurosh. Para që i hoqi nga buka e fëmijëve të saj. Prita, vazhdova bisedat me kërcënime, me budalliqe, jam lutur pa fund për të më lënë të qetë. Nuk ja kam dashur as lekët që kam dërguar, i kam thënë mbaj lekët mbrapa vetëm lërë të qetë. Nuk ka pushuar sërish telefonin 1 sekond me kërcënime, duke dërguar njerëz, do të vras, do të pres kokën e fëmijëve. Mos më shti me të dërgu njerëz të shtëpia. I hub me fëmijë, e hub me fytyrë tënde, me gjitha gjërat. Zon xhej kudo që ti jesh, edhe në kin po të shkosh në xhej. Mos ma ik trunin. Rri korrekte, transparente, kaq. Në çdo gjë ditë tëndën. Kë e ke pas burr, ç'a bën, tek bën me kë del. Gjitha i dip. Sillu mirë dhe kaq. Vazhdoj me punën edhe jemi në rregull. Vazhdojmë punën, nën kupton që 30 vjeçaria të transferoj shuma të tjera, duke e rënuar psikologjikisht dhe financiarisht. S'ke ku shkon, kupton? Duro se po vetëm në për shokën, në për çka kam të njohur. Xhaj për 1 orë kudo që ti jesh, edhe në han me shku në xhaj. Nga ky presion, e reja bën dërgesën e radhës prej 300 eurosh. Po jam lutur me mishe me shpirt që kam fëmijë pa bukë, kam pa mundur të gjej, nuk kam njerin, nuk kam krah, kam një rrogë të ulët, jetoj me qera. Të lutem shumë, mua ma mbyll këtë muhabet se më ke si gjinosur, akoma bukë si ka bërë çup, e gjuna nga Zoti. Më dërgo të paktën vetëm ato që kam dërguar, se jam në gjendje shumë të rëndë shpirtërore. Çfarë do thonë më, s'em do të kuptoj. Unë ka kërcënuar shumë fare për dërguar një video intime, të cilën ajo ja dërgon duke bërë një gabim fatal. Mos më shti me të postu në dën TikTok e me pa vajza jote e ish burrjet e kit familja. Nuk e kam të lejtë të dalë kështu. Nga një Robin Hood që premton shumë fishin e pasurisë të varfërve, Zoti Syla kthehet në një shantazhues rrjeti ku foto dhe video që gruaja kishte besuar do t'i përdorte si armë ndaj saj. Mos më shti me të publiku video, foto me t'i qu njerëz të shtëpia. Tani kur unë i them që nuk të çoj dot me lek, direkt mi dërgon ato, do t'i postoj, do të fulliq, do të marr fëmijët shtetit, do të kështu, kërcënime nga më ndryshme. Edhe papës në Rom kërkoj oj ti vajzë. Nuk mirë më me ti kaç, lek nesër edhe u kry puna. Që të tokë me ko jem su me ti me vari Nga frika për të mos u publikuar foto dhe videot intime, 30 vjeçaria bën dërgesën e 5 prej 900 eurosh, duke menduar se këtu do të mbyllej çdo gjë. Ti e ke takuar ndonjëherë këtë person? E kishe parë ndonjëherë këtë person? Vetëm në rrjetet sociale. Në kamër kam folur, po është ai i vërtetë. Të ka folur ndonjëherë ky person për historitë e veta? Më ka thënë për içbashorten që ka pasur, që do të bëj për psikiatri, siç kam bërë fillomorinën. E kujt nuk i kujtohet kjo histori romance në Kronika të Ros, ku më vonë vijoj me akuza dhe kundër akuza, dhune dhe keqtrajtimesh. Ama mos më macaro kaç ditë them. Mos më shti me të bësi fillomorinën. Oj ti në stonë. Po sum plos heqa çuçi tash gjej lek, tash degeneroj, tash i familjen denora dhe të pozicionoj lek që i ki për nesër mëngjes, mi zhduku për kësaj bote. Unë jam i forti, mua nuk më ndjen as pe Edi Ramës, as pe Spakut. Edhe Edi Rama në qunë se plos që ai të marr vesh, oj budallic. Oj këm më të mirë në shqiptari. More spak e që të kish. Nuk do asnjë lloj justifikimi nga ana ime. Thjesht kërcënime me çdo minutë të ditës. Unë nuk dal dot, kam frikë dhe mund të ketë dikush po shtëpi. Sepse kështu e ka për të pesoj ky shantazhues dhe zhvatës VIP, që nga njëra anë hiqet si milioner, duke publikuar video me euro, e nga ana tjetër kërkon pa pushim para nga një nën hallexhie të cilën e ka peshkuar në TikTok. Po jo thëmë aty në njerëzve se erdhën për Zotin, po jo thëmë ikni shkonin në shtëpi se ç'ash më bënë nervoz shpart për kryt fëmijëve. Kjo histori është si një histori filmi dhe një skenarist më të madh nuk mundet ta bente dot, ndoshta përfitovi nga dobësia ime. Pa dhe njëri pa njëri, si naive dhe më bërthevi fort. Kam shkuar për të vrarë veten, se nuk doja të jetoj asnjë sekondë më. Për momentin jam pa bukë në shtëpi. Për momentin jam pa bukë në shtëpi.
Presione pafund, lek të marra borx për të përmbushur dëshirat e një dhunuesi psiqik që me sa duket këtë lojë e ka stil të jetës së tij. Por ky paloburr nuk njeh asnjë limit. Për të është një lojë që duhet vazhduar pa marrë parasysh asnjë pasojë. Ti po mendon që shpëton kështu, tu ja bo rrafsh vetës. Por kokë çuna shpëton, oj vajz. Ndryshe familjen lul ty e qa ke për mas? Unë të me smykur afrit e madhe, kam fëmijët së murë, s'kam pikë për leku, bësh më ke futur, qërtë beju më shumë. Pjelli, nuk më intereson ku i merë. Futën kokë, së smina unë me ty 24 orë për 2 mjerët Qu gjoj lekt dhe nesër më mëngjezi nisk. Shpirti më kanë gjeluajt ma merë nëse që ndish më ratë në sotin. Qu shko dërgoj. Ki më shqip për ata fëmijë. Me 1 milion euro këtu në tavolin, po qa e flet moj. A do me të fundos me të vërtet, me të fut në burga, qa dën ti me t'i marrë fëmina, qa do me vajz. Fundi do shmi dërgu nesër 900 euro kaq, edhe i merë mes ditë 10.000. Do dërgu lekt dhe në ora 3. Dhe shumë mirë se si funksionon sistemi. Deri në fund e qojmë, pas një pik problemi. Nuk e blokoj punën time, jo për të, po edhe për nonën e për babën tim me kënë se blokoj. Nuk e kam kuptuar asnjë që mund të arrinte në këtë pikë, sa ai është shitur se kur ndihmon njerëz, mua më kërkon 300.000 lekë, 500.000 lekë, 1.000 euro se kur ka nevojë për ato lekët e mia. Ta ka shpjeguar ndonjëherë se për çfarë sistemi bëhet fjalë? Unë nuk e di për çfarë sistemi bëhet fjalë, thjesht ai thotë që kështu funksionon me Bitcoin. Ke bloku sistemi me Bitcoin, oj vajzë nderuar. Betona në fëmijë, nëse ma je premtimin që i dërgën unë as bëj presion, është bllokuar puna se në emrin tënd ju nis ato lek edhe duhet edhe 2.000 gjëse më zhblloku puna. Mashtruesi një stili qesharak me skemën që ka ndërtuar, por fatkeqësisht gjen persona të dobët për të futur në kurth. Lekët i kam në Dubai, më bën mua fajtore se kur ja kam bllokuar unë sistemin. Mos më nxjerr nga vetvete, me të poshtrua, me të çu njerëz, me buksi gjëra, me i hub fëmijët se për $1 milion për zotin secili ta bën. Lekt, oj ti e marr, lekt, shko dërgoj sot, mos hum kokot, ndesh me kanë rahat për të jetën, se më ke blloku sistemin, $1 milion nuk të fal askush, edhe motër me të pas. Oj ti mu veç shtëpia më bën 2 milion euro. Lekt edhe lekt, pikë çuditse ke kështu të madhe, kupton ti? Po mirë mër fenomen, me që ke miliona, futi vete dhe shblokohesh. Pse i pi gjaku një gruaje e cila edhe pa ju shfaqur ti në jetë, ka patur shumë halle? Po vazhdove ti jesh korrekte, sillesh mirë me mua, do të ndriçoj jeta, do kohë që kërcënimet e tia s'kan lidhje fare me këto premtime. Më ka përmendur që kjo gjë do përfundon nëse si që ato 2.000 euro. Do mbushet gjithë qyteti me gjë. Kam 3 javë në depresion, ndërkohë që ai më akuzon që unë i lek mi pa bukë, ndërkohë që unë i kam lënë hatri ti pa bukë se s'kam qenë e aftë. Dhe zonja, të përgjigjem për fëmijët e mi. Nuk mundeme. Duhet bjen që si nuk i du as lekët me as gjë, do punoj, do i lati ku i kam marrë borx. Vetëm të gjë qetësinë që kam pasur se nuk shkatrovi jetën. Mundeme të betoj, më kanë bërë fuqi të shtoj që nuk e meritoj këtë gjë, se nuk i kam rënë qaf njeriu kur në jetën time. Si mundet mos arsyetoj një njeri sa doj pas skrupull të jetë, kur sheh dhe dëgjon situatën e një gruaje të cilën e ka katandisur një borxhlie seriale, gjoja për të zhbllokuar milionat e eurove, dhe të cilës vazhdon t'i kërkoj pambarimisht shumë parash. Kuj du shlypi, nesër me mëngjes i nis 1.000 euro, të martën i nis 1.000 tjera, edhe mbyllot kjo tim. Prit pra të kërkoj t'i gjë, ku se s'më vi lekët në shtëpi mua, se s'presim njeriu. Do të dërgu lek deri në ora 3, se për kryt fëmijëve do të degeneroj. Gjithkund do të postoj, se se rruj heq kur të mblokon $1 milion. Kupto kur thot dikush diçka, këto i ke edhe mbyllët, edhe i merr lekët e tua dhe bëma blok, ndroje numrin, bëj çat dush. Nuk jam biznesmen në shpirtu, nuk jam as që të shtetit asgjë. Unë jam një njeri me halle të ndota. Më lërë të lutem. Sa i ke dërguar? 2.870 euro, se ngati 3.000 euro. Ti be Allah ato 3.000 euro, zote i gjak edhe jam t'i befte. Letërim pa bukë, letërim me ilaçe, nuk e di qatë. Oj ti është i mendove që i fshita videot e gjërat, i ndalova portalet që ti talë jo për 2.000 euro, po për 2 milion jo. 3 javë më janë dukur sa 30 vite jetë dhe nuk e di, a do të rikuperoj me shëndetin që jam merr me ankth dhe me depresion. Dhe nuk kam ikur në spital vetëm atri fëmijëve se nuk do t'i le vetë. Jam 5 ditë pa asnjë Facebook në gojë, nuk më ka përzihen buka me ta të pjesë. Po më bëni presion mas presioni, më ka bo jam të shmet. Unë jam bo me ojat prej palatit.
Sojna, je një fotra e vërtet. Po, lëri çike këta. Tani do të kthehemi flasim për një temë shumë serioze në fakt, sepse këtë javë në redaksin ton ka ardhur një video vërtet shqetësuese nga një shkollë private, e cila quhet Marif Elbasan Campus, ku drejtori i shkollës shihet teksa u merr ushqimin fëmijëve dhe flak në mënyrë poshtëruese. Tani këta prindrit paguajnë me mijëra euro në muaj për një shërbim elitar dhe jo për të parë sjellje të tilla që nuk i shohin askujt, jo më drejtorit të kësaj shkolle, pavarësisht nëse fëmijët kanë faj apo jo. Ndaj ne e kemi investiguar këtë çështje me piranjën ton, Avi Mema. Ditë më parë, në redaksin ton, bëritën disa pamje shqetësuese të një incidenti nga një institucion arsimor privat në qytetin e Elbasanit. Pamje që në momentin e parë nuk i përkasi një ambientit të edukimit të fëmijëve, por një përplasje të pakuptimt. Por realiteti është tjetër, sepse në video shfaqet drejtori i shkollës Marif Elbasan Campus, shtetasi turk Fatih Konuksever, i cili jo vetëm u merr ushqimin nxënësve nga duart, por e flaka të jashtë ambienteve të shkollës, duke kaluar madje edhe në kontakt fizik me ta. Sjellje që ngrej realisht pikpyetje serioze mbi standardet që duhet të përfaqësojë drejtuesi i një institucioni arsimor. Pamjet e publikuara në rrjetet tona sociale shkaktuan menjëherë një valë reagimesh, qindra komente nga qytetar, prindër apo ish mësues, të cilët jo vetëm dënuan gjestin, por ngritën edhe një shqetësim tjetër të madh. A bëhet një testim i saktë dhe i kujdesshëm i drejtuesve të institucioneve arsimore në këtë vend? Ndërkohë, vetëm pak orë pas publikimit të videos, institucioni në fjalë reagoi përmes një komunikate zyrtare në rrjetet sociale, duke tentuar të jap versionin e vet të ngjarjes dhe të justifikojë situatën e krijuar. Duke pasur parasysh rastet e fundit të raportuara në media, lidhur me individ të panjohur që përpiqen t'u afrojnë nxënësve në forma të ndryshme, duke rrezikuar sigurinë dhe mirëqenien e tyre, shkolla jon ka rritur ndjeshëm masat e vigjilencës dhe kontrollit në këtë aspekt. Duke qenë se shkolla jon ofron ushqim të kontrolluar dhe cilësor brenda ambienteve të saj në përputhje me standardet përkatëse, nuk lejohet futja ushqimeve nga jashtë në ambientet të shkollës. Në të njëjtën kohë, shkolla nuk mund të ushtrojë kontroll të plotë mbi çdo send që futet nga persona të jashtëm në perimetrin e saj, ndaj mbetet thelbësore rritja e vigjilencës dhe ndërhyrja e menjëhershme në raste të tilla. Për shkak të rasteve të përsëritura dhe rrezikut të shtuar, ka ndërhyrë drejtuesi i shkollës për të parandaluar çdo rrezik të arsyeshëm dhe për të garantuar respektimin e rregullave të sigurisë në fuqi. Megjithatë, dëshirojmë të theksojmë se shkolla jon nuk inkurajon asnjë formë reagimi të papërshtatshëm dhe mbetet e përkushtuar ndaj një qasje të matur dhe profesionale. Çdo reagim ka pasur për qëllim të vetëm mbrojtjen e shëndetit dhe mirëqenies së nxënësve, si dhe ruajtjen e një mjedisi të sigurt brenda institucionit. Por çfarë mund ta shtyjë një drejtor shkolle, një figurë që mishron autoritetin përmes qetësisë dhe komunikimit, të reagojë në mënyrë kaq të ashpër, e madje duke humbur kontrollin përballë nxënësve? A kemi të bëjmë këtu thjesht me një zbatim rregullash, apo kemi të bëjmë me një problem më të thellë, që lidhet me kontrollin e nervave dhe emocioneve të një individi? Çfarë fshihet realisht pas këtij episodi që për shumë kënd duket i pajustifikueshëm? Nuk kemi dëgjuar se kur ta sjell familjare shpritje rregullore, po të kishim marrë delivery do ishim gabim, e pranonim këtë gjë. 2 ditë pas incidentit, vendosëm të shkojmë pranë shkollës për të parë nga afër situatën dhe për të kuptuar më qartë se çfarë po ndodh realisht brenda atyre mureve. Që në momentin e parë vihet re një ndryshim i dukshëm krahasuar me informacionin që na ishte dhënë nga vetë nxënësit. Shkolla është nën masa të shtuara sigurie dhe kjo natyrisht nuk është rastësi, por lidhet drejt për drejt me vëmendjen që ka marrë kjo çështje dhe me një premtim tonin për ta ndjekur situatën që ishte marrë vesh nga drejtuesit e shkollës. Pavarësisht kësaj, përpiqemi të marrim një reagim nga institucioni me shpresën se do të kemi një përgjigje konkrete. Përshëndetje, si jeni? Unë jam gazetar nga emisioni Piranja. Nëse është e mundur të kishim një takim me drejtorin e kësaj shkolle në lidhje me një incident që ka ndodhur 2 ditë më parë. Po pyesa ta se këtu është privat. Po patjetër, mund ta bëjmë dhe një kërkesë. Pas disa minuta shpritjeje, ajo që marrim është një tekst i printuar i deklaratës, që ishte publikuar një ditë më parë në rrjetet sociale. Një përgjigje formale, të cilin në realitet e prisnim, duke parë hermetizmin me të cilin u përballëm që në fillim. Ku shkruajta këtë sqarimin? Ai sekretari drejtorit. Të sqarim ne kemi parë edhe në rrjetet sociale të shkollës, por kërkuam që të kishim një takim për të sqaruar disa çështje, disa pyetje të paqarta.
Ky është sqarimi. Ndërsa ne jemi ende në pritje të një komunikimi zyrtar, një motorist sjell ushqim, që me sa duket ishte porositur nga nxënësit e shkollës, duke përsëritur fillimin e skenës së 2 ditëve më parë. Me një ndryshim të vetëm, këtë herë nuk është prezident drejtori që të ndërhyj për t'i penguar. Dhe këtu situata kthehet në komike. Një vajzë nga brenda shkollës del për të marrë picat, por pengohet nga roja, i cili ka hallin se ne po filmojmë dhe ushqimet nuk duhen lejuar. Pra, problem nuk është ushqimi, por kamera përballë. Fal, po lejoni që të futet ushqim nga jashtë? Jo, pra s'po lejoni. Se po thoj, që se marrë dot. Sepse jemi ne këtu besoj. Jo, pra tani që nuk e di Jo, prindja, po gjithsesi me nuk lejohet për një. Ndërkohë, situata komike vazhdon. Sepse pak qaste më vonë, ndërsa jemi larguar nga sheshi përpara portës hyrëse, e njëjta vajzë del dhe merr ushqimin për ta futur në fshehtësi brenda shkollës. Me sa duket, ushqimi kontraband nuk pas ka qenë shkaku i vërtet i zemërimit të drejtorit. Po çfarë halli ka patur në të vërtetë ky zotëri, të cilit i janë besuar fëmijët e njërës prej shkollave më të quotuara në Elbasan? Ditë më parë kemi qenë duke marrë porosin këtu ke dera, ke vllai i njërit prej djemve që ishte te video, nuk është prit mirë nga drejtori, ka dalë domethënë duke bërtit. Shkolla ka një rregullore që tregon që nuk lejohet porosisësh, nëse porosia vjen me delivery, me motor. Po nëse ka një mens, pse duhet të porositet nga jashtë? Ka një mens, por që nuk janë ushqimet ashtu sigur. Nuk kanë qenë cilësore, nuk jemi ndjerë mirë, mos i kemi konsumu, tel, sus. Keni gjetur tel, sus në ushqime? Po, është raportuar te drejtori mbi 4 ose 5 herë, po që nuk është marrë mos. Bani pagesë për shtatë njerëz, marrim atë lloj ushqimi që se preferon asnjësh. Pra nga çfarë mësojmë, kemi një situatë të përsëritur me ushqimin e mensës, që ka detyruar nxënësit të porosisin ushqime nga jashtë. Sidoqoftë, kur rregulloria e shkollës thotë që nuk lejohen ushqimet, a mundej që drejtori thjesht ta kthente mbrapa ushqimin pa patur nevojë të bënte skena që terrorizuan një shkollë të tërë? Sjellë pa ishme, domethënë për statusin që ka, si drejtori se për atë punë e mami kollare, doli duke bërtit, pastaj është pa të videos çka ka bërë që ka prek djalin që e ka shtyr. Nuk kemi pas as i kërkim falje nga ana tjetër, prindrit normal si prindrit kanë ardhur ti ritum. Na ka takuar se kanë ardhur prindrit drejtori, na ka fajsu po ne, ka drejtu gishtin po nga ne. Por ndërsa nxënësit dhe prindërit pretendonin një ndjesë ndaj tyre, mësojnë që ajo çfarë kishte ndodhur nuk ishte ruajtur në asnjë nga serverat e kamerave të sigurisë. Ishin prindrit atyre që janë përshin gjithë të nuk prindrit tonë, pa gjithë që ka pas 5 telefona si për kohës duke e filmu. Por le të rikthehemi edhe një herë tek cilësia e ushqimit dhe papastërtitë e gjetura, sepse sipas nxënësve, kjo situatë është raportuar edhe në AKU, inspektorët e të cilës kanë ardhur në ambientet të shkollës. Kemi sjellë AKU, domethënë ka ardhur AKU-ja për kontroll këtu, s'është bane gjatë. Kemi patur raportime që brenda në mencën e kësaj shkolle ka kushte të pa përshtatshme dhe ushqimi jo higienik. Nuk kam informacion për këtë ngjarje që ka ndodhur, ndërsa pastaj për këtë se ditët e shkollës janë inspektor sipas planë të inspektimit dhe tani nuk kam hasur, s'kemi hasur asnjë problem. Edhe pse e kuptuam me vështirësi, ndoshta për shkak të valëve, mësuam që drejtori i AKU-s nuk ka hasur asnjë problem në shkollën e kontestuar. Kur i keni bërë këto inspektime, keni patur indicia apo kanë qenë thjesht kontrolle rutinë? Jo, janë kontrolle të programuara. Dhe nga këto kontrolle që ju keni kryer pranë këtyre ambienteve, keni verifikuar diçka jo normale dhe jo të duhur? Sigurisht që jo. Po të kishte qenë në diçka jo normale do kishim marrë masat si mas të vizitor. Me dijen time jo. Din këto sekondë që tasim bashkë. Nëse kontrollet janë bërë një ditë si kjo e sotmja, e sigur që nuk do gjendet asnjë problem në asnjë prej mensave dhe restoranteve të Elbasanit. Sidoqoftë, diçka duhet sqaruar. Kontrollet nuk bëhen nga drejtori. Unë nuk bëj kontroll, kam inspektor që kontrollon. Inspektorët patjetër, duke që se jeni drejtor. Po të kishin konstatuar shkele, normalisht do të merreshin masat që duhet marrë. Ku është shkolla fiks? Shkolla Marif Campus në Elbasan. Gjimnazi Marif Campus, Elbasan. Batasheshin? Po, ajo. Dhe që ma bëni një shumë, të me shkim e një dhe të meni përgjithin po me shkim. Të keni gjanë me detaj, të othe me detaj. Që ka ndodhë, si ka ndodhë, të gjitha, ndërsa ka kesën për informacion të më tërën, ma dëto me shkim, dhe do t'i meni përgjithin po me shkim.
Dakot, mirë parë, për të që pa qësi, vazhdoni ke I paku, mirë parë. Me Shumaku, unë e zgjidhëm problemin, le t'i drejtojmë zyrës vendore të arsimit, institucionin mbikëqyrës i sistemit arsimor para universitar, që me sa duket e ka vlerësuar në maksimum këtë problematik. Kjo është një sjellje e pahishme, është në rast të parë një sjellje institucionale e papranueshme, absolutisht, por edhe një sjellje personale e papranueshme. Përgjegjësia është sa institucionale, aq edhe personale dhe do të trajtohet si e tillë në të gjitha këto rrafshe. Jemi pa të shokuar sa gjithë opinioni publik. Është një akt i papranueshëm ndaj fëmijëve tanë, në fundit është një institucion privat, por fëmijët janë tanët, janë të qytetit. Jemi në komunikim të vazhdueshëm me të gjitha instancat tona e prore të Ministrisë së Arsimit, gjithashtu dhe me Policinë e Shtetit. Sot në mëngjes kemi pas një komunikim nga I cili jemi garantuar që është nisur një çështje penale. Sipas të cilës, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Elbasan referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin FK 49 vjeç për veprat penale keq trajtimi të miturve dhe fyerje, pasi shfaqet në një video të publikuar në një portal, duke shtyr fizikisht nxënës të shkollës private që drejton, si dhe duke hedhur produkte ushqimore që nxënësit kishin bler për t'i konsumuar. Kto ishin fakte që ne zbuluan për situatën e ushqimit në këtë shkollë? E vërtet, por siç ndodh rëndom në hapësirën digjitale, Flor, Viku është laraman, le të themi, në qëndrimet e tij, ka specie nga më të ndryshme, kështu që ju ftojmë edhe ju të shohim komentet e kësaj jave. Mesazhi I parë. Ana Lelaj, po xhiron film turko abi, duhet ta ketë me Avin. E ka për drejtorit? Po, e ka kështu, se në fakt ata e kanë çdo gjë telenovel. Ai para 6 javëve. Mund tjetë më improvizo për shkak ditën e një turku si telenovel. Zgjot në mëngjes. Elhamdulillah. A ka kështu, a ka muzikë spondi gjithmonë? Po, se kam Regjia ti bëni pak me muzikë spondi në telenovela. Merhaba. Yalanım kırdışın düş. Kofi. Kofi. Çay. Maşallah. Sütyaş. Sütyaş. Seria tjetër. Sütyaş. Fakti ton suflash. Çürük suflash. Ja. Kalojmë te një koment tjetër. Egon Velaj, me sa shikoj drejtori mundohet të largoj shërbime delivery që mundohen të shesin produktet e tyre nxënësve të shkollës dhe nuk po sillet në mënyrë agresive ndaj asnjë nxënësi. Po nëse tham që u tregua agresiv ndaj nxënësve. Jo, në fakt, agresiviteti është të marrësh të hedhësh bukën, sepse në fund ditës nuk mund t'i hidhet asnjëherë ushqimi dhe aq më tepër është një akt dhune ndaj atyre nxënësve që sidoqoftë mund të kishin gabim ose jo, gjërat sarojnë ndryshe sepse prandaj më I rritur dhe prandaj drejtor. Mos ndoshta kanë qenë orën e fizikulturës dhe s'kishin top. Edhe me hedhin e gjylje saj të qenë se s'kishin gjylje morën stoflaqet, byreqet dhe valluarat e fëmijëve. Kosh. Se gjithmonë e kalon nga gardi. Kalon kjo mesazh tjetër. Sander Peçani, bravo. Nuk janë në restorant aty, po në shkollë. Leni pa ngrënë kalamojt aty. Një javë. Jo, di çfarë po imagjinoja tani, se ne kemi bërë një të shkollë. Po. Liceu. Po jo kjo. I mban mend ato spoliatët që vinim. Fale çfarë duhet na kishin bërë ne. Na vinin pllumat na hanin fëmijët. Një çapuni çapllumi. Çatë pronto që qeni. Leni pa bukë, kështu thotë ky çuni. Ka mesazh tjetër? Nuk ka mesazhe tjera, jeni gjithmonë surprizues, faleminderit që na shkruani. Keni gjithmonë diçka për të thënë. Bravo ju qoftë, nuk përtoni kurrë. Më thamë bëje se s'më gjë. Mirë, se cili ka stilin e vetë. Gjithsesi, një javë tjetër,
një tjetër skandal ekologjik, sepse pasi ekspozoi shkatrimin e mjedisit në fshatin Kimës të Pukës, Piranja Fleardërista Aktër ka shkuar në Gjegjan të Kukësit, ku ka zbuluar një rast tjetër shkatrimit të mjedisit i ngjashëm me atë të parin. Në këtë rast shkelësi është kompania rumuno-bullgare Trade Minerals AL, të cilit kanë elmuar tokën, kullota, duke bërë fshatin të pabanueshëm jo vetëm për njerëzit, por edhe për baktit. Madje dojna edhe për bletët. Pra, mbasi shpopulluan vendin nga njerëzit, tani po shpopullohen nga bletët. Pra, jam shumë kurioze të di, nëse për njerëzit themi se iku truri i vendit, për bletët? Iku mjalti i vendit. Po iku mjalti? Importi, s'ka problem. Gjithsesi, përveç shkatrimit të natyrës, kamionët e tonazhit të rënd shkatrojnë dhe urat e fshatit, cilat sigurisht nuk janë në gjendje të përballojnë një peshë të tillë. Ndjekim Piranjën ton, Fleardërista. U bën muaj tashmë që po angazhohemi me problematikën e ndotjes së mjedisit dhe keq trajtimin që i bëhet punonjësve të nëntokës shqiptare nga kompanitë turke, izraelite dhe kineze, Tet Albania, Tunneland Mining dhe Beral BSA, të cilat kanë ngulur kthjetrat në verilindje të vendit duke kryer një masakër të vërtet mjedisore. Dhe gjatë kësaj pune të shtrirë në kohë po kuptojmë se vendi ynë që ka shumë ikpritës dhe pas ka minerale për të gjithë, edhe natyrë për të shkatruar, për të gjithë. Sepse kësa here në fshatin Gjegjan të Kukësit është kompania rumuno-bullgare Trade Minerals AL, e cila ka detyruar këta burra të bëhen bashkë për të denoncuar krimin mjedisor dhe infrastrukturor që është shkaktuar në zonë. Komplet rruga është e dëmtuar. Është çoveni totalisht, as blegëtoria s'ka ku me kullot. Kjo problematik ka të paktën që kur është hap kjo firma, po të paktën që 3 vjet njerëz e kanë shkatruar totalisht. Është rruga gropa këtë. Që ura është e prishme. Ka shit vend nga pesha. Në fakt, ura që denoncon ky zotëri edhe me sy të lirë duket e qartë dhe në rrezik shembje. Por nuk është e vetmja. Ngjitemi edhe më sipër Gjegjanit, aty shohim një tjetër urë kalimi të fshatit, e cila ndodhet në gjendje jo të mirë strukturore nga aktiviteti intensiv i kompanisë Trade Minerals AL. Kjo ura këtu në janë të shem, për tonazhit rënd kamionave, i ka prish rrugën, ura komplet i ka prish. Kjo ura i apo është me gur. Kjo mund bëhet të 80 tonë, po këtu janë të kalu kamionat 40 tonë e sipër. Prish kanë të shem, shikoj ku është të shem. Si ti ke kjo ura, ikin edhe 4-5 shtëpia si kanë met këtu, janë dalën fshatin komplet. Askush nuk është kundër shfrytëzimit të tokës, përsa ko kanë kontrata me qeverinë. Por gjithashtu në çdo vend të globit, në të tilla raste ka një proporcion mes fitimit dhe kontributit për komunitetin nëpërmjet të ashtu quajturës përgjegjësisë sociale, që do të thotë se çdo kompani e cila dëmton duhet të investojë në të mirë të komunitetit të prekur nga aktiviteti i saj. Por fatkeqësisht kjo nuk ka ndodhur. Gjë që ka detyruar edhe ato pak familje të mbetura të kërkojnë zgjidhje në mënyrë private. Këtë rrugën e kanë hapur privat. Fshatar kanë hi me borxhe kanë hapur me shku të shtëpia. Sipër kemi edhe varrezat, s'kemi ka kalëm. Edhe varrezat janë ti lut, ti shpërngul, se s'shkon as makina, as një gjë atje sipër. Me pyet fshatar, blet janë zhdukje. Shpërthime çdo gjë kanë bërë, nes na pyet kërkush. Ka se na kërkush na pyet, nuk na merr për bazë asnjë gjë. Këtu janë 2 katune. Është edhe katuni minierës atje, edhe katuni i gjeznit këtu. Tu mund të jenë rreth 100 sa familje që preken nga kjo. Ku keni shkuar që të kërkoni një zgjidhje? Ta kemi çesa vjet, edhe baballar tonë, edhe familjarët e këtu me kanë dalë edhe nuk kanë zgjidhje asnjë gjë. Asnjë bashkë. As kërkon asnjë zgjidhje. Edhe ka shku rruga deri këtu, shifë si ka shku rruga. Dhe forstrata nuk hin sipër këtu ne. Ankesat individuale nuk u janë marrë parasysh banorëve të Gjegjanit, ndaj prej vitesh kanë menduar të ndërrojnë taktik. Me shpresën se zërat e bashkuar kësa here do të dëgjohen. Më datë 18 qershor 2024, kryesia e fshatit Gjegjan i ka drejtuar asë kohë një ankesë kryetarit të njësisë administrative tërthore zotit Izmir Veseli, ku e vënë në dieni për dëmtimin e pronave, infrastrukturës publike dhe ndotjen e mjedisit në fshat. Ekspertët e thirrur nga kryesia e fshatit kanë konstatuar shumë shkelje nga ana e kompanisë. Në 2 segmente rrugore, Gjegjan Minier dhe Gjegjan Fshat, me gjatësi 4.2 dhe 2.5 km, vërejnë dëmtime të shumta të trases dhe gjurmës së rrugës nga mjetet e tonazhit të rënd në kundërshtim me rregulla teknike që kanë të bëjnë me ngarkesat kufitare neni 62 i ligjit 8378/1998. Gjithashtu janë hequr në mënyrë të qëllimshme tabelat e sinjalistikës rrugore që tregojnë tonazhin e mjeteve që duhet të qarkullonin në këto akse rrugore. Janë dëmtuar tombinat që shërbejnë për kullimin e ujrave dhe mbrojtjen e elementeve të rrugës, si dhe dëmtimi i 3 veprave të artit, urat e ndërtuara që në vitin 1975
që lidhin fshatin Gjegjan me fshatin Bardhoc, për të cilat kompania nuk ka marrë asnjë masë mbrojtëse. Jo vetëm që nuk ka marrë masa, por e ka shtuar dozën e shkatrimit. Banorët në bazë të dokumentacioneve që disponojnë kanë konstatuar se aktiviteti i kompanisë u ka dëmtuar tokat bujqësore, livadhet, vreshtat, si pasojë e hapjes së rrugëve të reja të kalimit, duke cënuar të drejtën e pronësisë. Trade Minerals AL, për shkak të punimeve që ka bërë, ka devijuar burimet nëntoksore dhe ka shkatëruar rrjetin e ujësiellësit, duke lënë pa ujë një fshat të tërë. E kuptojmë që ngjan thuajse e pabesueshme se si një firmë e cila shkon në një zonë ku supozohet të bashkëpunojë me komunitetin, në fakt ju shkakton atyre dëme të pallogaritshme. Por ka edhe më. Kompania e cila ka marrë lejen koncesionare për shfrytëzimin në sipërfaqe të xherorit të Bakrit ka krijuar një ndotje masive të mjedisit, pasi si pasojë pluhurit të krijuar janë dëmtuar të mbjellat dhe ka rënë niveli riprodhues i blektorisë. Edhe ai ujë i pishëm që mund të sigurohet nga banorët është i ndotur, madje me element të dëmshëm për jetën e njerëzve. Gjithashtu banorët pretendojnë se nga shpërthimet e njëpasnjëshme në zonat minerare ka edhe dëmtime të banesave të tyre. Më datë 2 gusht 2024 me firmën e kryetarit të Bashkisë Kukës, Albert Halilaj, drejtoria e pyjeve i kthen përgjigje kryesisë së fshatit Gjegjan, ku i bën me dije se firma Trade Minerals AL disponon të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për ushtrimin e aktivitetit. Por nuk e thot as edhe një fjalë për masakrën mjedisore të shkaktuar atje. Sipas kësaj logjike të kryetarit, çdo kush që ka armë me leje, për shembull, mund të dalë në rrugë të qellojë këdo, sepse ka leje pra. Ndërkohë, më 7 janar 2025, banorët e fshatit Gjegjan bën një kallëzim penal pranë prokurorisë së Kukësit ndaj kompanisë Trade Minerals AL për shpërdorimin e tokës, shkatrimin e pronës dhe ndotjen e mjedisit. Në një korespondencë zyrtare me këtë të fundit, na u bë me dije se në vitin 2025 është regjistruar procedim penal dhe kjo çështje është ende në hetim. Nga ana tjetër, një ditë pas kallëzimit në prokurori, banorët bën një ankesë drejtuar kryetarit të Bashkisë së Kukësit, Albert Halilaj. Dhe siç mund ta imagjinoni, nuk morën asnjë përgjigje. Në kushtet kur kryetari i injoroi më 2 shkurt 2025, banorët bën ankesën e fundit për këtë problematik, drejtuar kryetarit të njësisë administrative, kryetarit të Bashkisë, prefektit të Qarkut, prokurorisë, policisë dhe Spakut. Dhe a ndryshoi ndonjë gjë në të mirë të tyre? Le ta dëgjojmë gjatë bisedës me banorët e fshatit. Aktivitetin me kamiona e kanë të përditshëm? Këto e kanë të përditshme. As ka analizim, as kur gjë s'kan bë. Punëtor nga fshati juaj, nga familjet këtu s'ka. Asnjë. Ka pas drejt me marr punëtor të fshatit, asnjë nuk është në punë aty, asnjë. Duke ecur më sipër fshatit Gjegjan, vërehet se rruga është tepër e dëmtuar si pasojë e kalimit të mjeteve të tonazhit të rënd, një aktivitet ky thuajse i përditshëm. Këtë rrugë ka bën Enver Hoxha, qish në atë kohë, edhe sa është vut dorë fare. Kjo po prishet në formë ekstreme, tash me këto tralat që po vinë. Këta e kanë deformuar totalisht. Pesha e rënd, ujnat që shkojnë bëjnë punën e vet, këtu është degraduar gjithçka. Kanë ikë mileti këtu krejt me kollota, me gjithçka është prish. Bëhe pa jetueshme kive. Ky fshat ka pas diku të 10.000 punëtor, uzina është mbajt vetëm me këtë minjer. Këtu merren miliona euro e nuk dihen se ku shkojnë. Kur merr miliona do të investosh paktën 1% të vogël. Përqindja e vogël është kemi infrastrukturë, ne po na prishin jetën. Se ku të prishet rruga, të prishet jeta. Që bëhet, këto bëhet në mënyrë grabitse. Se këto me bëni gjën u bin polici, mi fojsin burr këtë si katon ato. Se nga që kanë metë edhe pak. I mbledhin këtë, i kanë marrë me fogonat kap këtë në burg. Grabitje kjo vëllai. Grabitje me dhunës shtetërore të policisë. Me banorët vijojmë të ngjitemi edhe më në të përpjet të fshatit. Dëmet e shkaktuara nga aktiviteti i Trade Minerals janë të dukshme. Rruga është anuar, deformuar, gropa. Kjo rrugë që është këtu, kur ka filluar të degradohet? Tash, blej mashinë është ketë. Shumë kam blej në sharat, çdo 3 muaj shko se vish. Bile shumë paso më 3 muaj, po mu hat mu. Mijera jo, ka rujt këtë Shqipnin. Tash ku shkoj që të lek? Si me 45 vet. Kan hagër 1500 vet buk tona. Me këto fjalë që dëgjojmë me këto pamje që shohim, ky fshat është bërë i pajetueshëm jo vetëm për të moshuarit, por edhe për pasardhësit e tyre. Ndërkohë në zonën ku kemi mbërritur dallohet edhe vendi i shfrytëzimit të minjerës nga Trade Minerals AL, ndërhyrja dhe dëmet në natyrë janë të dukshme. Është dëmtuar edhe faqja e malit, ka rrëshqit nga gërmimet që kryen këtu poshtë, as transparent, as një gjë s'ka para banorëve. Tu po në përkëmbet e dinjiteti banorëve, po prishet rruga, banorët janë largu. Nga tërheqja e mineralit edhe i mbetive poshtë ka kriju rrëshqitin e malit, që i kanë nxjerr këtu edhe kanë kriju këtë malin e improvizuar. Për shkak të gërmimeve që firma ka kryer, në tokat që u përkasin fshatarëve të zonës janë krijuar duna dheu, në vend që ato të depozitoheshin në landfille të posaçme dhe toka e fshatit të pyllëzohej e të ishte e vlefshme për blektorin. Pjesa e blektorisë nuk kanë as ku pin ujë, as ku kullotin, se kullota është prish gjithkund. Tu ka qenë livadhe, edhe kullotshin baktia përpara. Ndërsa tani kullota është kthyer në një faqe të zhveshur mali.
Vijojmë të afrohemi në vendin ku Trade Minerals ushtron aktivitetin për të takuar përfaqësuesit e kompanisë, por nuk gjejmë askënd. Tashi nuk po bën punë një ai sepse ka grumbullu material edhe pret shtrejtimin e materialit. Kur ta transportojë ata, merr pjesën tjetër këtu. Bakri si mineral ku të mirret nga baza, nuk duhet të ekspozohet shumë në diell. Edhe ai nuk nxjerr me prish material. Edhe aty kur e kanë nxjerr e kanë mbuluar me mushama. Këtë katastrofë e ka bërë kjo firmë të gjithë këtë gjë këtu. Po, shemi është e freskët atje. Kjo shemi janë kriju shtaj, kretë shpati ka ardhur poshtë. Si pasuri, kjo është pasuria jonë, kena pas tokat këtu, kanë e mbyllën e vresht, e fshatit Gjegjan. Bile shteti na ka bërë se na ka damtu shtëpiat. Nga minat, nga erozionet janë damtu edhe shtëpiat. Në pamundësi për të biseduar me përfaqësues të firmës rumuno-bullgare, zbresim fshatin dhe nisemi drejt Kuksit. Përpara bashkisë takojmë një tjetër banor të Gjegjanit, i cili me këmbgulje kërkonte të takonte kryetarin Albert Halilaj. Po duhet ta taku kryetarin, sepse deri sot që deri nuk na ka dhënë kërkosh as një lloj përgjigje. As me polici, as me bashki. A mundi me him rena? Nuk kemi zgjidhje kërkon. As me shtet kryet bashkisë, as me polici, as me rem, as kur gjë. Enver Hoxha ka punuar 50 vjet e se ka prish vendin që kanë prish këto që 4 vjet katastrofë. Ne nuk kemi as rrugë. Kryetari është ankuar, e ka dosjen kaç. Ky thot s'kam ku më shkuar, kam zatek, jo në muri, po kam zatek në bunker që nuk ka shkollim. Kryetari bashkisë nuk na kryen, nuk na pranon. Ndoshta është i zënë me punë më të rënda. Shpresojmë jo aq të rënda sa paraardhësi i tij. Megjithatë, bëjmë një përpjekje të fundit këtë herë tek zyrat e firmës Trade Minerals AL në Tiranë. Përshëndetje, si jeni? Jam Frer Drista, gazetar nga emisioni Piranjat. Dakor, vetëm që të lutem vazhdo të dera, të kthej. Po jo, se s'mund të mbyllësh derën dhe të më lësh jashtë, se nuk po bëjmë krim. Jo, nuk e dil për. Dakor. Por s'mund të mbyllësh derën, të lutem, po pse po e bën këtë gjë? Zonja e cila nuk i la vetes kohë as të prezantohej e të tregonte se çfarë funksioni ka në firmën Trade Minerals, e ka vendosur për ta mbyllur derën. Mirë, po nuk e kishin parashikuar që do të kishte qejf të merrte edhe kamerën. Kërkojmë një shpjegim për shkatrimin që Trade Minerals ka bërë në zonën e Gjegjanit, po pse po më shtyn? Të lutem, a ka një përfaqësues? Po lërë o zonjë kamerën, ç'ke? Në fakt, policia duhet telefonuar për masakrën që kompania ka bërë në Gjegjan, se ne aty nuk po shkatronin ndonjë gjë. A ka një përgjegjës na jap një përgjigje për shkatrimin që kompania Trade Minerals ka bërë në Gjegjan të Kuksit? Vazhdo për jashtë. A ka një përgjegjës? Vazhdo më drejto. Zonja e cila ishte pritësja e parë, i ka fikur dritat, ka mbyllur derën dhe tha që do të telefonoj policin. Nuk e kuptojmë sepse, megjithatë ne do ta presim policin, pasi ne nuk na intereson as përplasja, as sherri, as debatet. Ne jemi këtu për shkak të një denoncimi të banorëve të fshatit Gjegjan të Kuksit për shkatrimin që kompania private rumuno-bullgare Trade Minerals AL i ka bërë fshatit atje infrastrukturës dhe mjedisit. A e mbani mend atë idenë brillante të krijimit të Akademisë së Barinjve? Si se mbaj mend? Unë aplikova vetë, super rroga, kishe lezet. Me thënë drejtën, super rroga ishin, po ja që duhet edhe një Akademi e Barinjve, Flor. Sepse po na i marrin në qaf barinj të shkret. Me vërtet, se di, se mbaj mend. Je mirë. Jo, se mbaj mend. Po ishe ti? Kam qenë, po se mbaj mend. Se mban mend fare. Jo, se mbaj mend a kam qenë. Po di që kam qenë. A takove njeri? Jo, s'maj mend kem taku njeri fare. As një dele, as një dhi. Oj nje! Oj nje! Që du ishe kjo? Oj nje! Jenë se tu futuro. A i nje të fakt. Jo, s'njo njeri fare. Ma di, unë as vete nuk e njof. Nuk e di. Je sigur, s'ma të asgjë. Kush i ti? Falë se? Nuk e di. Flasim për barinjt më mirë. Flasim, po unë fjofa si bari për sa du që aplikova. Po mund të flasësh në përgjithësi për shumë. Po në përgjithësi mund të them, për shumë që kanë ardhur kohë të keqe, që nga që nuk punon më njëri bari, kanë fillu delet, luten, o vlaj, po a në rrujt qikë më se na qa ujku. Na qa ujku të kishë vlaj, Na, mbau. Tash i boll folje me goca në TikTok, o ti bari. Merë qikë dhe me delet. Ke drejt, ai është problemi kryesor, sepse bariu ynë u njoh me një vajzë. Një vajzë Nga? Nga Fjeri. Se di, s'kam qenë njerë, s'mbaj mend kem qenë njerë në Fjeri. Ja të shpjegoju. Njohja me një vajzë nga Fjeri është fillimi i çdo filmi me magjistar dhe me Harry Potter. Çështja është që vetëm pas 2 takimesh vendosi bariu që të hap fesin. Po ajo? Fes, ajo nuk hapi gjë. Hapi skemat e vjedhjes. Një fes me 15.000 euro.
Dhe gje ku vajti thesi? Se di, s'kam parë në herë thesë. Ja ta them unë, në Fjerë, të vajza TikTokut. Po, e pas kam mjel ajo, e kam mjel bari unë, prandaj nuk shet më qumë është njëri. Prandaj s'gje më bari. Ku keni pa ju bari me 15.000 euro, thes? Me 15.000 euro kështë blej tuf me 200 kokë, more. Po tani ja fut kot fare, pa i zonte 200 dele, a i donte vetëm një grua. Qarë bëjmë burët e shket për pak dashuri? Mirë po, çështja është që kur unë njoh me këtë vajzën, e kuptoj që festi kullon të poshtë. që nuk do shko të gjatë mua beti. Pra dhe bariu i shkret kërkon lekët mbrapsht. Po. Dhe piranja jon Luela Gaxha ka shkuar atje që t'i kthej fesin. Po ku ke patim, e të bosh qef e të thush mi e lekët mbrapsht. Po s'bëri qef pra. Kjo është problemi. Qërë halli, nuk i di, thonë se maj mund qef njës, s'kam bo qef e rënë timi. S'ke shën kurti? Asjerë s'kam bo qef. Farë, po në Durrës ke shën? Jo, asë në Durrës, nga i bi Durrës. Po në Qerret? Unë s'kam qef Durrës dhe e Qerret. Erdha! 3.000 euro. Për një herë. Ky i ri, quhet Edmond, është një 31 vjeçar nga Berati, emigrant në Greqi dhe ka një histori mjaft interesante që nis 4 vite më parë me një vajzë të quajtur Viola. Të paktën kështu mendonte ai se quhej. Në fillim më shpreu me emër tjetër për arsyet e veta personale. Një marrëdhënie që nisi gënjeshtërt, që në momentin e parë, por pas pak kohësh, riu merr vesh krejt rastësisht identitetin e saktë të vajzës me të cilën po komunikonte prej pak kohësh. Shikoj një faqe që bën surpriza ditëlindjes, gjëra e vendesh dhe e shoh me emër Dorina. Në rregull, nuk i rash në sy. Ndërkohë si ishin komunikimet tuaja gjatë kësaj kohe? Shumë mirë, domethënë nuk i rash në sy. Lidhja ka qenë gjithmonë në distancë. Edhe kur kam qenë në Shqipëri, domethënë i kam kërkuar të takoheshim, jo mos bëjmë me kokën tënde, jo ti di problemet e mia si kam unë tani. Vajza i kishte treguar partnerit të ri për probleme të shumta në jetën e saj, ndaj për këtë kërkonte edhe mirëkuptimin e mondit. Thotë unë jam në proces divorcis, por kam edhe një fëmijë e pranon. Dhe shikojmë gjatë rrugës si do na vënë gjërat në rregull, thotë. Ndërkohë, herën e parë ajo të kishte thënë që ishte në një marrëdhënie, ishte e martuar, kishte fëmijë. Jo, ka qenë beqare. Domethënë në dijenin time që siç më shpreu ka qenë beqare goca. Okej, ndoshta nuk është ndjerë gatshme të ndaj sekretet e jetës me këtë person që sapo e kishte njohur. Ndërkohë, ti nga Shqipëria shkove në Greqi, në atë periudhë që ishe në Shqipëri, takove ti? Një rast, takimi i parë, domethënë që u prezantova aty. Në kafe. Po. Si ishte ai takimi i parë, bisedat e para? Një takim kafeneje. Domethënë, i shikojmë gjërat, do flasim, do merremi vesh. Këtu jemi, e kupton. Takimi i parë mes të dyve duket se shkon mjaft mirë, bisedojnë, tregojnë momente nga jeta e tyre, bëjnë premtime, duket si nisja një raporti që do të konsolidohej me kalimin e kohës. Ndërkohë, disa muaj pasi ishte kthyer në Greqi, udhëton sërish drejt Shqipërisë. Ka qenë periudha në mars jam kthyer për në Shqipëri, kur do vija këtej më merr në telefon më thot mua më ndihmon do të thot me pak mesazh i parë, domethënë kërkesa e parë e kësaj. I thash për momentin nuk kam, por po shkoj në Greqi edhe të flas me pronari, ja çova. Fillimisht e kam çuar anë 150 a 200 euro, po nën 200 domethënë nuk ka pas fatura më të vogla domethënë. Lekët e para i ka dërguar i vlla. Pas kësaj dërgese të parë, kërkesat e Dorinës vetëm shtoheshin dhe çdo ditë partneri do detyrohej të niste para nga Greqia. Që të jemi bashkë, domethënë do më ndihmosh, të heqim bashkë gjërat, e ke parasysh? Po mirë, them sa do të duhet për këtë divorcin? Mos të vënë në siklet, këtë ka pas që mos u ndjen në sikleti. Në rregull, i kam dërguar, domethënë 700 euro. Por një proces divorci ka shpenzime, ndaj vajza. Çdo 2 javë po më kërkon avokati, psikologja. Për të çupën që ta gënjej pak kështu, për kokë të çupën thoshte më kupto dhe mua halli, më kupto dhe mua, se vi nga një divorc. 3.000 euro. Për një herë. Për çfarë i donte ato 3.000 euro? Për të noterja. Dhe nuk pash as letër, as një gjë. Do ndërronte mobiljet e shtëpisë, krevat, çupët, nuk pash unë se ku ishte krevata, se ç'a ngjyre, se ç'a modeli. Në gusht do nxjerr çupën thot mua në plazh. Po s'vajta vetë do t'i jap motrës sot. Në rregull i thash. Po më duhen, thash, sa duhen, i thash 100.000 lekë për çupën, e kupton? E ta ma më nis që mos të them prapë për muajin tjetër, më thot, edhe ti mos i biesh pronarit në qafë javë për javë, thot, nisëm një 500. Prap ti. Prap do merrte makinë me qera. Ti të marr lekët, thuja e ke parë ndonjëherë për një muaj. Një mesazh nuk më shkroi. Kam pas ditëlindjen, nuk më ka marrë telefon. Jo të më merrte, po të më shkruante.
Për vitëri, mu s'kam parë në mesazh. Veç po ta merja unë, domethënë, do thoshte po, do ma kthente që po, në rregull, do bëhet. Do ta ham vitin e ri. Pavarësisht kësaj indiferencë të partneres, Mondi sërish nuk i jep fund kësaj lidhje në distancë, edhe pse Dorina vetëm sa e thellon hendekun duke komunikuar me të sipas nevojave të momentit. Më kërkonte lek sot, nesër nuk e kisha më në linjë, 1 muaj. Mu prish telefoni, më shkonte me numrin e punës. Të lutem mos u bëj merak, sepse unë një rast pata çupën sëmur, një rast ishte vllai, jo po isha pak në fshat e babi. Ti kërkoje për ta takuar, thoshte janë në Shqipëri takojmë apo të viun Greqi takojmë. Kishte shanset që të thoshte. Por lekët ama i donte rregullisht, duke e shpikur lloj-lloj situatash. Ndërkohë që Mondi nga ana tjetër përpiqej që ta bënte për vete me të gjitha format. I kam bler Byzylyk Flori, i kam bler Unaz, i thash të takoj 5 minuta sa të t'i jap. Po. Ndërkohë ju flisnin me kamerën, telefon. Flisnin. Si sillë ajo, çfarë thoshte? E qeshur. Para se të mbyllësh telefonata, o do më thoshte domethënë, mos u vi në siklet, pastaj më dërgonte mesazh me shkrim që shiko se çdo kryet javë, o krye javë o fundjavë. Ku 100, ku 500. E ndërkohë që kjo marrëdhënie në distancë po heste përpara, me Dorinën që nuk dalej së kërkuari para dhe me Mondin që për hir të dashurisë boshatiste llogaritë e tij, një veprim i shkujdesur i saj bën që tek 31 vjeçari të shfaqen dyshimet e para. Më vjen një mesazh që janë këto sugjerimet e reja, i çoj ftesë. Në fillim e pati me adresë prodhim mobilje. I komentoj te story, them sa kushton kjo, ku ndodheni. Më kthe përgjigjen, po. I shkruaj, filloi gradualisht brenda kornizës së punës. Por ndërsa gërmon në profilin e mobilerisë, numri korrespondues është ai i Dorinës, e cila nis një komunikim me Mondin, pa e ditur se pas këtij profili është partneri i saj virtual. Mund të bëj një pyetje tjetër? Po, më thot. Je djala apo gocë, them. Jam gocë, i them beqare, martuar, beqare apo në një lidhje, thosh. Dhe më thot që po të kisha lidhje, thot do isha me të. Ti nga jem, thot më, thash unë nga Koça, po jetoj në Amerikë. Pas kësaj bisede, ku të dy gënjejnë njëri tjetrin, 31 vjeçari kupton se ka të bëjë me një person që më shumë se sa partnere është një predatore seriale që ka qëllime krejt të ndryshme nga ai. Ndaj vendos të vijoj lojën për të zbuluar më shumë. Në kushtet kur gjërat po merrnin në rrokullimin, Mondi vendos të luajë me letra të hapura, duke i treguar vajzës që pas atij akaunti fshihej ai vet. Prapë se prapë më betoi të çupa, jam e pastër, thosh. Në rregull, ja kam thënë prapë tani, thosha kur je pastër, më jep një përgjigje, si do bësh. Por ndërkohë kjo vazhdonte të të jepte shpresë, nuk është se ta printe muhabetin. Po ti shikosh mesazhet kur i kërkoj jam për të ndarë, kush po thot për të ndarë, thosh, e kupton? Në këtë pikë, i riu më në fund kthjellohet dhe pa e zgjatur i kërkon partneres, e cila tashmë ishte kthyer në një ish, që t'i kthehen të gjitha shumat e dërguara, gjë që u pranua pa problem nga vajza. Lekët janë të tuat, nuk të mban njeri lek. Të detyrohem, thot, dhe janë të tuat. Mesazhi i fundit më ka thënë do bëj llogarin të kthej përgjigje, thot. Deri aty mesazhi i fundit. Pra, ajo që ti do janë vetëm detyrimet që i... Detyrimet e mia. Edhe nëse nuk mundet as për një, as për dy, jam unë ai person që do t'i them po. Aman të kem një deklarat notariale. E cila, siç thot i riu, duhet bërë me urgjencë, jo për 1 apo për 2000 euro, sepse shuma që vajza i ka marrë, duke shpikur histori pafund, është disa herë më e madhe. Ti për 2 herë që e ke takuar këtë vajzën, i ke dhënë 15.000 euro. Si ndjesh pastaj situatë? Zhgënjimi është i madh. 31 vjeçari nuk ka forcë as të thojë diçka pas këtij zhgënjimi të dyfisht, që vjen nga humbja e dashurisë dhe e një shume të konsiderueshme që ju dha në mirëbesim. Në këtë situatë, kur Edmondi prej 2 muajsh nuk ka asnjë komunikim virtual me Dorinën, vendos t'i sqarojë gjërat ballë për ballë. Si je, si kalove? Mirë, besoj se je në dhjenë. Tani kur t'i bësh, të kam pyetur, të kam shkruar, të kam marrë në telefon, asnjë përgjigje. Për sa kohë? Tani ti e di shumë mirë që un kam problemet e mia familjare, problemet e mia. Po të gjithë kemi probleme. Personale. Do t'i jap. Kaq. Do të takoj unë e do t'i jap. Kur mund të takojmë pak? Do të marr telefon. Po unë sot kam marrë stilet, ti e di shumë mirë që un kam marrë. Shumë do t'i bëj, do t'i jap. Vajza tregohet e ashpër dhe e prerë me ish partnerin virtual, saqë të jep përshtypjen se Borxhliu që ka shkaktuar aq shumë dëme është ai. Ndaj, nuk kemi arsye për ta zgjatur më shumë, por prezantohemi për të kuptuar shkaqet e kësaj sjelljeje. Dorina, sa para borxhi ke marrë Mondi duke i gënjur? Vajza del nga dyqani dhe vrapon për të larguar pa bërë asnjë reagim ndaj pyetjeve tona. Çfarë marrëdhënie ke pas ti me të? Përveç se ke folur në rrjetet sociale dhe ke takuar vetëm 2 herë. Dorina, do na bësh një përgjigje të lutem?
Dorina, do m'japësh një përgjigje? Pse e ke mashtruar Mondin në atë formë? Dorina, pse e ke mashtruar Mondin në atë formë? Pse e ke mashtruar, Dorina? Tani që ato kamerat? Jo, kamerën me dorë. Pavarësisht se kemi disa minuta që kërkojmë ta bindim të flas, Dorina e ka kyçur gojën dhe nuk na jep asnjë shpjegim. Deri kur diçka ndryshon dhe ajo pranon të na tregoj disa gjëra për këtë raport të çuditshëm. Ai ka qenë një lidhje me mua. Po. Çfarë lidhje keni pas ju bashkë? Kam folur me të, kaq. Po si a ke kërkuar ti 15 euro nëse ti thjesht ke folur me të? Se jeni takuar ju bashkë? S'jam takuar asnjëherë. Asnjëherë? Po me kamera keni fol? Po. Për çfarë të janë dashur lekët që i ke marrë? Për çfarë i ke marrë atë le? Kam qenë në lidhje me të, kaq. Po pra, për çfarë të janë dashur? Janë dashur për borxhe, ke pasur hallet familjare, ke pasur dikë sëmur. Për çfarë të janë dashur? Ti je tallur me Mondin? Dorina, më tregon vërtetën, je tallur? Si qëndron e vërteta, do na e thuash në të paktën, me qenë se Mondin e ke gënjur. Do flas me të vetë. Kaq. Si do flasësh me të? Kur ti nuk e folur që gjithë kësaj kohë i ke bërë blok në çdo rrjet social, e ke gënjur, do të jap ti një borxhin. Këtu duhet të sqarojmë diçka. Qëllimi nuk është të diskreditojmë këtë vajzë, e cila ka përfituar financiarisht për muaj me radhë nga 31 vjeçari. Ajo që duam të arrijmë është një marrëveshje mes të dyve dhe secili të vazhdojë rrugën e tij. Pse nuk shkoni ju tek noteri dhe bini në një ujdi që ti kalosh çdo muaj një shumë mujore? Mundesh muaj për muaj? Mondi, çfarë dije do ti me Dorinën? Dija ime është një afat mujor. Nëse ka një pjesë vlerët në rregull, po marr atë, pjesa tjetër e mbetur deklarohet dhe kaq. Gjithkush në hallin e vet. Pavarësisht kësaj gatishmërie të Mondit për ta mbyllur borxhin me këste, Dorina duket se nuk është ende e bindur. Prandaj ja marrim veçmas ish partnerit për ta sqaruar se kjo mund të jetë zgjidhja më e mirë e mundshme. Ti ke pasur ndonjë me këtë? Jo. Po tani nëse kam pasur vetëm kam folur me të. Të dhe kaq. Mos ta çonte deri këtuaj. Tani lekët nuk kanë ndonjë. Ministre, mua ishte lidhje me mua, ministre lekët. Nuk e kërkoj. Nuk e. Ministre lekët. Në realitet, Dorina ja ka kërkuar vazhdimisht shumat e parave të riut. Mjafton të shohim këto biseda që janë bërë mes të dyve për të kuptuar se ajo po na gënjen. Sidoqoftë, për këtë nuk kishim as më të voglin dyshim që në fillim të kësaj historie. Që ti je tallur me të gjithë bien dakord. Dhe ti vetë e di shumë që ti je tallur me të, pasi se ti do ta pranosh, është drejta jote mos ta pranosh. Ai është ignorant, po i kundërshton mua të Dorinës, se po flas jashtë fjalorit. Ignorant që u zhyt në borxhe për të zgjedhur hallet e tua. Unë nëse dal në televizor, po ta them që ai jetën e ka nga mua të marr. 50 lekë ka muaj për muaj. Hajde, Mondi, hajde pas. Si do ja kalosh këtë lekë? Ne më thati, si doj, kapi llogaria. Të mbyll 50.000 lekë ose 60, më shumë nuk kam. Sa vite të bie ty që të njafsh ma 50.000 lekë muaj. Unë pres ato 50.000 lekë, e t'ja lidh bashkëshortës time pension. Me 50.000 lekë në muaj, i bie që Mondit i kthehet borxhi diku nga viti 2051, kur të festoj 56 vjetoren. Jo keq. Me 50, me 100.000, 15 vjetë tonë. 10 vjetë. Po tani, po ku i kisha? Kisha mundësi edhe... Po, më thëshë marrë 1.200.000 lekë. Plus bonus e tu. Në një korrik, 2027. Për të mbyll gjithën? Të gjithën. A ja mbyll dot? Okej, të bëhet edhe Të gjithën. Po. Më në fund, Mondi nga Berati dhe Dorina nga Fieri kanë rënë dakord, borxhi do të kthehet më një korrik 2027, po për ta bërë gjithçka sipas ligjit, të dy i drejtohen një zyre notariale, ku firmosin marrëveshjen e kthimit të shumës. A do ta mbaj fjalën Dorina? Për këtë na duhet të presim edhe 15 muaj të tjerë. Unë jam 40 vjeç, edhe dua t'i vë një emër brezit tim. Ka pasur brez luftës, brez humbur, brez tranzicioni. Ne jemi ky i fundit, por ne nuk mund të quhemi brez tranzicioni, se kur zgjat 35 vjet nuk është në tranzicion, është tamam destinacion. Është gjendja jone e përhershme. Ne u rritëm me prindër që besonin te barazia. Ajo barazia e detyruar ku askush nuk ishte gjë, por të paktën të gjithë kishin njësoj, kishin pak. Pastaj erdhi liria. E bashkë me lirinë erdhi dhe zbulimi i tronditës, prona private që ekziston, por jo për ne. Sepse e vetmja gjë që e kaloi tranzicionin pa u lodhur ishte prona, e cila me një shkop magjik ndryshoi duar. Ne pam se si pronat e gjyshërve tanë u bën resorte, po për ata që s'kishin as gjyshër, as rrënj. Shumica prej nesh nisëm nga zero dhe ndërtuam, madje edhe sot
ende po ndërtojmë. Punojmë për shkollën e fëmijëve, punojmë për të mbajtur prindrit që po plaken. Për veten, thuaj se kur. Ne jetën do ta shijojmë ka frikët 70-at. Nëse i arrim të 70-at, se edhe studimet thonë se brezi jonë është brezi i parë që do të jetoj më pak se prindrit e vetë. Ndërkohë, ne bëjmë shkollë nja 3 herë, sepse tregu ka vendosur që thuaj se çdo 5 vite ti duhet të bëhesh një njeri tjetër. Kështu që bëjmë një master, pastaj bëjmë edhe një master tjetër, pastaj edhe një. Edhe shkolla si tranzicioni, për ne nuk mbaron kurrë. 100 mastera që jashtë nuk t'i nje askush, ndërsa këtu varet se ke njefti. Dhe ndërsa bën shkollën tënde për herë të dytë, të tretë, çdo darkë të ulesh me fëmijët, ata që kanë, për t'i bërë detyrat e matematikës, sepse fillorja ka ndryshuar aq shumë sa ti nuk e kupton me sistemin që ti vetë ke votuar të reformohet. Ne jemi shërbëtorët e 2 brezave. Ati brezit që po ikën e që na thot gjithë shpresën e kishim te ju. Edhe ati brezit që po vjen e që na pyet, po mua qa pronë do mblësh? Të dy kanë të drejtë dhe të dy ne na bëjnë me faj. Ne jemi brezi i parë shqiptar që u rrit këtu, po shpërtheu ande jashtë kufive. U shkolluam këtu, por emrin e bëm atje. Shkollën e bëm shqip, por talentin e vlerësuan në gjermanisht, në frëngjisht, në italisht edhe në anglisht. Ne jemi brez tranzitor, jo vetëm në ekonomi, por edhe në vlera. Me një këmbë në botën tjetër ku respektoj plaku, dhe një këmbë në botën e re, ku respektohet influenceri. Dhe ne qëndrojmë mu në mes, me një dinjitet të lodhur, që ama ende refuzon të ullet. Brezi ynë ja ka zili brezit të humbur, sepse të jesh brezi humbur është luks, të paktën e di ku je. Ne nuk jemi të humbur, ne e dim saktësisht ku jemi. Ne jemi në pritje. Kemi harxuar 2 dekada duke besuar se puna të bën njeri, për të kuptuar sot se këtu punën e ndershme nuk e vlerëson askush. Ajo thjesht plak më shpejt. Okej, sa nuk dukem, po kjo është çështje geni. Ne jemi të konsumuar. Jemi tamam si ai karburanti që do gjith veten për të mbajtur ndetër një motor që nuk na çoj askund. Megjithatë, nëse dua, mund të ngushëllohemi disi me atë që shkruante një filozof shqiptar para shumë vitesh. Bota është atyre që digjen. Hold on, let me save myself. Kjo muzika, Dojna, nuk e di ty, po kjo muzika mua më çoj buzdetin në një perëndim. Si muzikë reklamash. Fik si muzikë reklamash. Jetojmë fakt në epokën e reklamave. Flor, ke reklama në televizor. Po. Ke reklama në telefon, ke reklama në rrugë. Praktikisht kudo që hedh syt ka vetëm reklama që o zot ju bëv dita 1000 u shtopshim se po bëjmë hajër. Jeni ju, pa jemi ne. Madje ka filluar reklama dalë ke horoskopi. Po, reklama dhe tek lajmet. Edhe ka dhe ca frigoriferë, Dojna, që ke frikë t'i afrohesh, se hapa aty të del Adriana Lima. Doni që më shlope. Apo Mirë, shqyr që del Adriana Lima të pak. Dhe nuk del një Malli, nuk keni në frigorifer, në vijim se në televizor po nuk diskutohet. Pra ndajmë prishat qumshim unë... Ata shqyr Adriana Lima. Gjithsesi do të flasim tani për një situatë shumë serioze. Sepse, një rëndësuesi ynë e ka reklamën poshtë balkonit.
Po? Po, e ka poshtë balkon dhe mirë që nuk i ka marrë leje njeri, ata vendosin apo jo këtë reklam. Po tani kanë thënë që se mos bën gaf të nderësh rrobat. Se mos rastësisht do t'i thash rrobat, shku mua bet blitharse. Bli mërtharse? Se tani do me dalë aty me pa yjet, që prishë shkum të reklama. Do me morë, qa thumën? Nuk i njohin të reklamave këta të. Se? Ta e në gentleman vërtet. Do kënë marrë leje diku tani. Kura e kanë vënë atë reklamë, se s'mundet kështu tash. Po jo pra. Fare? Jo. Nuk e kanë pyetur fare. Zero. Do të thash pra, nuk bën dot asgjë. Biri botës, as ujë, lulet nuk ju i dot. Po si e në falë? Prishet reklama. Po s'ku i edhe shumë lulet. Të bëjmë masë? Po pëse më ku jetin Parise, ku jetin New York, Milano, që do me varë roba, që do me ujit lulet, që do me dalë në balkon. Po pra, po dashke, ti akoma ti thash robat në djell. Po prit kur të vën taksën e djellit. Po, sa ke dëgjuar atë, hapësira të bashta, e ke blet ti, po shfrytëzo ai. Dashke ti. Po, ka reklamën aty poshtë. Tani atë reklamën e bankës poshtë balkonit e ka. Po. Shkoj të zbres marrë i kredi më burë. Se ndoshta marrë me sytë mirë. Deshmi tjetër. A dalë që në balkon se unë kom morë dhe kredi ke ju. Keqen vlaj. Në këtë rast jam pak tifoze me banore. Po. Se tani njeriu e blen 5.000 euro metrin katror. Po që shkuj mua bec lënas të varësh robat të tua në balkonin tënd. Por të vej një fikse zjarë, se si djetë. Ta vejmë në balkon, mundemi të lutëm. Fillon i shesin apartamentes dhe i do me reklam, po i do pa reklam. Si e do në shpinë tënde. Tani pra Ardërista lufton për të drejtën që jo vetëm ti, por edhe pallati të vishet me reklamën që ti dëshiron, që ti zgjedh. Po. E kuptove ti që a thashun? Jo. Nuk e di që ka qenë duke bërë skenaristi prap në këto moment. Sa kuptoj pëse e të pyetje në këtë moment. Ferard. Në fillim të vitit 2026, në rrugën Sami Frashi në kryeqytet, në dy katet e para të godinës numër 15, nisën punimet për zhvillimin e një aktiviteti privat. Në këto dy kate njësi do të hapet një filiali bankës turke Ziraat. Dhe gjithë shka ishte në rregull, deri kur banorët e katit të tretë kuptuan se këto punime po preknin edhe balkonet e apartamenteve të tyre. Bëhet fjalë për vendosjen e këtij materiali me ngjyrë të kuqe rreth e qark parapetit të fasadës së pallatit, e cila do të shërbejë si reklam për bankën turke Ziraat. Pra, aty ku kanë dritaren dhe balkonin, banorët do të kenë edhe reklamën e biznesit poshtë. Mirë që do e kenë, por nuk i mori leja askush. Unë kam bërë një kallëzim pranë komisariatit numër 2 për ndërtime të jashtëligjshme. Në dijenin time janë edhe 2 komshi të tjerë të cilët po e bëjnë sot kallëzimin. Gjithashtu kemi bërë dhe një ankimim pranë zyrave të IMT-s, edhe pranë policisë bashkiake. Siç duket qartësisht, tabelat kanë ardhur deri në pjesën e sipërme të balkonit. Balkoni është themi zhdukur krejtësisht. Roni Telegrafi, banori këtij pallati, më datë 1 mars 2026, bëri kallëzim në polici dhe një ditë më vonë paraqiti një ankesë pranë Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit. Njëkohësisht, për të marrë një reagim nga pala tjetër, ne kërkuam të hyjmë brenda në ambientet e bankës, por një person dukshëm me origjinë turke na afrohet dhe na ndalon. Jashtë jemi. A je përfaqësuesi i bankës? Që po na kërkon leje ne? Po. Dakor. Po ju ku e keni lejen që keni vendosur reklamën sipër balkonit? Ashtu ajo te kemi dorëzuar te policia, mund të shkoni te policia e të pyesni. Kam bërë një kallëzim zotëria, dije kam çu te policia gjithë letrën. A mund të dalësh nga puna te lutem? Hajde. Ik fol me bashkinë, ik fol me IMT-n, ik fol me gjitha. Jemi emision investigativ dhe kemi marrë një denoncim për këtë gjë. Të lutem, a mund na paraqisni lejen që keni marrë sepse keni dëmtuar banorët dhe nuk i lejoni ata që të zvarin rroba të shpronë juaja sa ajo është balkoni dikujt tjetër. Okej, shumë mirë. Arroganca e këtij individi, i cili ka funksion të mbikëqyr punimet aty është e dukshme. Një shenjë kjo që të bën të kuptor sepse nuk është gjetur gjuha e përbashkët mes privatit dhe banorëve. Kjo është një institucion shtetore Turqisë. Besoj se një njeri pa logjik që mendon një institucion shtetore bëhet pa leje. Është një javë që ka ardhur gjithë policia, bashkia, IMT, banka atëre. Kanë çuar letrat, gjithë ka dorëzuar.
Një pyetje kemi pas. A mund ta vazhdojmë puna? Edhe ata thonë po. Edhe ne kemi vazhduar. Kaq. Në fakt, askush nuk po pretendon se banka turke po bëhet pa leje. Në këtë rast po flasim për reklamat sipër që prekin balkonet e qytetarëve. Kur e filluat ndërtimin jo të subjektit këtu, por të pjesës së reklamës. E kishit lejen apo pasi ndodhi Kemi lejen. Ne kemi diskutuar edhe pronarën e ambientit, edhe me policin, ëMT-n, bashkinë. Gjitha kanë ardhur këtu kur kemi filluar puna, sepse ne vazhdojmë puna bazë lejes. Por si qëndron e vërteta? A ka patur një leje për vendosjen e këtyre reklamave në parapetet e balkoneve? Më datë 20 tetor 2025, subjekti person fizik, Zoti Ideal Qela, përfaqësues me prokur për njësi tregtare ku përzhvillon aktivitetin Banka Ziraat, ka bërë njoftim pranë njësisë administrative numër 5 për punime të mirëmbajtjes së zakonshme dhe merr përgjigje zyrtare, ku i shpjegohet qartë ligji për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesa, neni 40 dhe konkretisht i specifikohet se çfarë punimesh duhet të kryej. Por Zoti Qela zgjodhi rrugën më të shkurtër, vijimin e punimeve pa leje. Këtë gjëna e konfirmon zyrtarisht Drejtoria e Kontrollit të Terrenit pranë Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, e cila na bën me dije se Zoti Qela ju la detyrë të paraqes dokumentacionin tekniko-ligjor pranë IMT-s, por subjekti në fjalë nuk paraqiti dokumentacion justifikues për punimet e kryera. Kështu më datë 26 mars, inspektorët e IMT-s zbritën në terren dhe morën masat e nevojshme, atë të prishjes së pjesëshme të objektit. Ndërkohë nga banorët e pallatit mësuam se Vasian Qyreku, një familjar i pronarit të njësive komerciale, kishte nisur të shpërndante tek ata një deklaratë notariale e cila përmbante një listë gjatë ndryshimesh në pallat, dhe e vetmja gjë që kishte mbetur ishte firma e banorëve. Përshëndetje, jam gazetari Frar Derista nga emisioni Piranjat, po ju telefonoj lidhur me disa denoncime që kemi marrë nga banorët e pallatit lidhur me bankën turke Ziraat. Unë kam lexuar pak deklaratën me 2 faqe që ju përshpërndani tek banorët për tu firmosur. Në nenin 4, në një nga pikat është sistemim dhe unifikim i fasadës së kateve tregtare. Mos ndoshta me këtë pikë keni dashur që të legjitimoni vendosjen e këtyre reklamave të kuqe të mëdha? Po nuk cilësohet vetëm ajo, cilësohet për unifikime dhe volum total, dhe po bëhet fjalë për gjithë katët tregtare, nuk bëhet fjalë vetëm për pjesën e reklamës. Por si është e vërteta? Parapeti i balkoneve në fasadën e jashtme të pallatit konsiderohet pjesë e përbashkët dhe sipas ligjit 55/2025 për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesa, neni 40 e përcakton qartë se pronari i njësisë mund ta ndryshojë pamjen e pronës së përbashkët ose pamjen e jashtme të njësisë individuale, pjesë e një kompleksi, duke përfshirë këtu arkitekturën si fasadën, veshjet, kornizat, dyert, hyrjen, tjegullat, oxhaqet, dritaret, grilat, ngjyrën, stilin, vetëm pasi ka marrë më parë miratimin me shkrim të shumicës së thjeshtë të votave nga asambleja, si dhe është në përputhje me legjislacionin për planifikimin e territorit. Sa i takon këtij të fundit, ai është shkelur nga subjekti Ideal Qela që ka kryer punime aty. Ndërsa sa i takon ligjit për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesa, mbetet në dorën e banorëve nëse do të firmosin apo jo ndryshimet që kërkohen të bëhen në pallatin e tyre. Duke përfshirë këtu edhe vendosjen e reklamës me një gjatësi 76 metra linear rreth e qark pallatit. Vonesa e pagave është kthyer gati si një sëmundje kronike për ekonominë shqiptare. Madje nuk quhet më as shkelje e kodit punës, por menaxhim biznesi. Dhe si për marsit që kanë zakon të sillen me punojësit e tyre si banka pa interes. Dhe kur vjen dita e dhënies së rrogës, i sillen sigur, merre, jam tu të bë këtë nder. Në fakt sektori ku abuzohet më shumë Flor është një sektor i cili është mjaftueshëm në krizë, fasoneria, dhe me justifikimin e krizës vonojnë dhe rrogat. Pikërisht nga ky sektor i fasonerisë na vjen denoncimi i radhës. Dhe pas hedhjes në sulm të Piranjës zotit Kuqi, sipërmarrësi kërkoi 12 ditë kohë për të shlyer rrogat e përpambetura. 12 ditë. 12 ditë? Aq. Po zoti për 7 ditë krijon universin. Pse i duan gati 2 fish këty? Po, zoti ky është zotni, mashini ky ka me flet edhe gjumë në gjeku. Pasni, kur e ka kriju zoti universin, ka pasken euro me 1.4. I tash si ka shku me 91. Nuk ka rrogat i morën si përfundim apo? Nuk e dim ne, atë e di zoti Kuqi, ndiqni pak zotin Edon Kuqi. Biznesi fason konsiderohet një nga sektorët më fitimprurës në vendet ku niveli i jetesës dhe pagat janë relativisht të ulëta, kostot e fuqisë punëtore janë më të reduktuara
dhe marzhi i fitimit më i madh. Një nga këto vende është edhe Shqipëria, ku kjo industri ka një rol të rëndësishëm në ekonomi. Por jo gjithmonë gjëra shkojnë ashtu siç duhet, dhe ata që vuajnë në kurriz janë gjithmonë punëtorët e këtyre bizneseve. Nuk i kërkojmë asnjë gjë tjetër. Lekun ton, djersën ton po kërkojmë. Kemi punuar me orë të zgjatura, kemi punuar, e të dielave kemi vajtur në punë. Si ka dashur ai, do vinë në punë, do vim se duhet puna, kemi vajtur. Si kemi thënë asnjëherë jo. Edhe ai tani të na mbaj lekun ton, nuk bëhet kjo. Është djersa jon. Jemi në Durrës, aty ku 10 punonjës fasonerie të kompanisë SC Invest, degë shoqërisë italiane Denim Factory, kanë braktisur punë dhe po protestojnë për pagat e prapambetura, ndërkohë që 10 të tjerë, në të njëjtën situatë me ta, kanë preferuar të vjojnë punën në fabrikë në pritje të një përgjigjeje nga pronari. E ka bërë pagesën deri në dhjetor. Në janarin nuk e ka bërë pagesën. Na ka thënë që shkoni ku doni, boni çdo lloj ankese, çdo gjë të mundshme. Nga unë nuk keni asnjë lloj pagese. Gjëja ja e thajnë italianit. Italiani thotë unë lekët ja kam dhënë atit. Ai thotë s'mi ka dhënë, domethënë duan kanë leverdin e vet, ç'a leku duan nuk e dim ne. Po të paktën lekët tona që kemi punuar. Na sorollat si do qefi atit. Gjithë gushti, edhe gjithë janarit unë i bija aty te 1 milion lek që kam për të marrë. Ti mbledh të gjitha na gushti, na pak që mi ka mbajtur. Lekët i keni marrë në dorë? Em në dorë, em në bank. Po siguracionet ja u ka paguar? Sa i ka paguar, sa si paguar. Nuk i kemi domethënë të plota. Kur i donte qefi na ishte në siguracione, do ja u pagojmë më mbrapa tha. As më mbrapa as një gjë. Ai kena marrë lekët të dorë pa sigurime. Lekët ca në dorë e ca në bank. Një praktik tashmë njohur në Shqipëri, ndërsa siguracionet nuk shihen më si një detyrim ligjor, por si një drejtë ekskluzive e pronarëve që i paguajnë sa herë që kanë kohë dhe mundësi. 850 ka mund se këto kanë punuar tetor, unë nuk kam punuar se pa ta lënë për momentin. Kërkojmë lekët tona. I duam të gjitha as 50 lekë nuk i falim. Punën e donte ai, ne ja nxirrnim punën. Që kështu edhe ai të na japin lekun ton, nuk i kërkojmë asnjë gjë tjetër. Lek djersë dhe gjaku një punë sfilitse, e cila në fund nuk paguhet. Është ora 4 e pasdites dhe në momentin që punëtorët e fabrikës dalin nga puna, bashkohen me grupin e protestës për të kërkuar të gjithë së bashku të drejtën e tyre të mohuar. Në fytyrat e tyre nuk shikon vetëm lodhje për shkak të punës, por dhe zhgënim për një problem që nuk po zgjidhet. Dhjetorin, kujt i majti 70, kujt 40, kujt 50 që kjo ngrat të gjitha të fëli, se tha nuk ko ta mu paguj. Hajt, hini janari. Erdhi janari, mori lek, hiku kret. Se ka shkoj? Pra italiani ju ka thënë që ja kam dhënë lek? Italiani po, ja ka dhënë lek të blerimit. Blerimi mori lek të një hiku, tha, o blerim kuj qove lek? Jo tërma, jo tërposht, se ka i ka qoj dinaj. 570 kom të janarit, plus 70 qetë dhjetori, kurse këto i kanë gjitha. Në kushtet ku nuk po merrnin asnjë zgjidhje nga pronari, punëtorët trokitën në dyert të shtetit me shpresën se do të gjenin mbështetjen e tyre. Shku me denancum ke inspektoriat i punës në Durrës. Një muj e gjys në lenë ato, në këtë një përgjigje, ato su një dhash du, unë shkova vetë atje. Thash si është halli, thash se na jemi me lek bërq, thash se kemi 7 vetë me një rëg. Na tha qatë shpun si kimi, tha Bleri ka thonë kur të bëjt fitë gjigjin, se qatë gjigjit dhe Bleri na nuk e dim. Na du më lek, na me qatë rëg, majmë kalamaj. Në përgjigjen zyrtare drejtuar punonjësve, Inspektoriati i punës në Durrës rëndit shkelje të një pasnjëshme të pronarit Blerim Hajdinolli, që nga mospajisja e punëtorëve me kontrata pune, mosdhënia e pagesës së muajit dhe deri tek mosderdhja e kontributeve shoqërore dhe shëndetësore, të denoncuara dhe më lart nga zonjat. Por vetëm kaq. Duket se ky institucion shtetëror është i pafuqishëm përballë palishmërisë së pronarëve, ndërsa ata që vuajnë janë gjithmonë punëtorët. Na ka dalë shpirti të punu, sidomos muaj janare, muaj dhjetor na ka dalë shpirti. Keni punu jashtë orarit? Jashtë orarit, tomre në orarit, ti kemi bë gjitha, amo lek smonëm. Ne dum lekët. Kam 550 plus 40 që në muaj tjetër. Kam punu me shpirt një në hekër, tu këput në kurriza ty me krah, mos marr lekët, njëri thotë ka fajn ky, tjetri s'mi ka dhon ky, tjetri thotë ja kam dhon, nxjerr letrat. Ne punëtor shkret, presim për lek, lek s'ka. Un kam 540, me gjithë 2 ditën e dhjetorit, festën, se s'na kanë dhënë. Kom një muaj timin edhe nosën e kom pas në punë, i thonë kë 750.000 lekë. E kemi marrë në telefon, mi mundu që ta zgjidhim me mirë kuptim. Ai fillon të çeshet në telefon, nuk po e bon gale fare, se ne popull i thjesht jemi, kështu kemi përfunduar gjithmonë. Po tjetër për me marr lekë, ashtu nuk kam çeft fus familjen sherr, se të se ne vinë na kapin shumë kollaj. Policia, ato si kapin, si janë biznesmena, po ne këtë kollaj një gjatë bëjmë, ne flakmin rrugë. Unë del për
pension të shinë ndorë, po të shi unë ha çdo muj, nuk ha janarin presun kur plero mosh thesin. Nga puna ke të shenjën të dorë apo? O djeg në hekrit, s'bëhet fjalë. E mos më dhon mundin është Kam të 560.000 lekë. Tani të mos marrësh lekët e tua, të vish të punosh këtu të dijesh në avullin e hekur e mos japin lekët është një çike rend. Punove, paguaje punëtorin, kaq. 25 pantallona në orë, përveç proceseve tjera. Të heqim, mbledhim, ka shumë procese hekuri. Ne kërkojmë drejtën tonë, kërkojmë mundin tonë, kërkojmë drejtën tonë, sepse kemi punu jashtë mose. Punem hekrit me 2100 e kam orën, e 200 palja kam bo për 8 orë, nuk të vlerësojnë fare si punëtore. Letë pa dhonët herë qa. S'kena si lojt mirë me të firmë, nuk dim gjë. Me pak fjali, të këtyre zonjave dhe zotrinjve të fasonerisë, kuptojnë vështirësitë e lodhjen deri në stërmundim me të cilën përballen çdo ditë, por një rrogë që nuk po u jepet. Ndaj pasi dëgjuam rrëfimet e tyre, u nisëm së bashku drejt Sukthit. Me shpresën që do ta gjejmë në shtëpi zotin Bleri, dikush ka 500.000 lekë, dikush 700.000 lekë për të marrë, për mbi gjitha është lekë djersë dhe lekë gjaku, një punë shumë të lodhshme që ato kanë kryer. Me të mbërritur, punojësin mblidhen të gjithë përpara banesës, duke thirrur e duke i rënë portës, derisa pak çaste më vonë. Nëse do t'i kishin punën Terezi, ta siguroj që asnjëra nga këto këtu nuk do kishte dalë në mëngjes dhe për të shkuar me punë në fabrikë. Kjo kishte net në shtëpitë vet, ajo kishte net me fëmijët e vet, tjetra kishte net me nipat e vet, secila kishte pa jetën e vet. Të kanë në punë sepse kanë nevojë për lek. Mund, qofse nuk më pagun faturën denin faktor, u s'kam si t'ja jap. Ai thot va kumdon në vjesë. Po ke pranuar me gënjën tonë që e ka marrë 18.000 euro ke pranuar me gënjën. Pra ne po them. Si po thon ti? Një minutë pra sa Një minutë pra se të shihemi, a jemi drejt për drejt. Çfarë ka po? As ta intereson pa. Lero ti kur erdha ditë ti the që mu mi ka dhënë 18.000 euro, po mi ka bllokuar. Mi majti banka. Ai 18.000 euro që ty ta ka bllokuar banka se ke qenë ti debitor, është faji dhe përgjegjësia jotja. Po banka për sigurimin shoqëror. Që duheshin paguar me kohë, por që nuk ishin paguar me kohë. E jo për fajin e punëtorëve. Taj ma futi pra, ma futi tha. Ta futi italiani, po çati bëjmë italianit nëse ta futi ty? Po e hajnë gjitha këto tani. Ja ka fut, lekë të rrogëve ja ka dhënë. 32.000 pal pantallona për një muj. Katër punëtorë të hekurit. Po në një muj du lekun tim, ç'ke shtëpi me rahat. Nuk më intereson çka ka ti me Zuzepën. Ç'do të mos ka po kemi Zuzepën. Të gjitha nuk më intereson se çka ka bërë ti me Zuzepën. Ne dum lekun tonë. Zotri, unë lekët këtyre do t'ja jap një me një. Po kjo mund të më vënoj pak me nuk presim. Janë gjitha allergji. Po ku të gjej? Shes gjak tash unë, ç'të bëj? Shes gjakun. Po siç kanë bërë këto, siç kanë bërë këto punë. Edhe ti si përmarrën, tu ti ofrosh zgjidhje. Për gjithë këto kam gjithë për gjithë respekt. Edhe këto kanë për mua respekt. Po respekti është i pagush. Kemi fjalë burrash? Për 12 ditë kanë lekët? Me 99% po. Urojmë që Blerimi ta mbaj fjalën dhe ne të mos kemi më nevojë të udhëtojmë drejt Durrësit për t'i dhënë punëtorëve atë që ju takon. Gjithashtu, shpresojmë që askush të mos ketë më nevojë të thërras gazetarët për probleme të tilla në dukje të vogla, për kaq etike për një komunitet të tërë. Wow. Flori, do të ikim në shtëpi. E pasaj në Itali. Si bëm 4 vjeç më Flori. 4 vjet. 4 vjet. Po ti ke qenë që nga fillimi. Unë t'u bashkova pak më vonë. Kam qenë një 300 finja më pak. Po s'ka gjë, do bëj edhe ti eksperiencat e tua pa mua, po dashuria e fundit është ajo që mbizotron edhe. Absolutisht. Me ato që e ngrys. Dashnia pleshnis. Ne falenderojmë që ishit sot me ne në Piranjë, t'ju lutem takim javës tjetër dhe deri atëherë kujdes. Piranjat kafshoj! E Gjiza. Gjona ju në veri, me talon një e rësirë, në përfusha, në përkotra, për shëllen një e kërcirë. Pra fura, hajtini, për e qast, për që kallin në të tërët, a të se e i rast, hajtini dhe rëmbeni.